Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Roland Çafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Kombëtarja e futbollit e Shqipërisë korri fitoren më të rëndësishme në historinë e saj që nga themelimi, duke fituar ditën e shtunë në Leskovac me kombëtaren e Serbisë. Tashmë Shqipëria shikon edhe larg për në finalet e botrorit USA 2026. Por kjo fitore 1-0 me golin e Manet është më shumë se sa një fitore në një ndeshje futbolli. Është një fitore ndoshta që krijon edhe disa emocione patriotike më lart se sa emocionet e fitimit të një ndeshje të zakonshme. Për gjithçka që ndodhi të shtunën në mbrëmje në Leskovac, unë kam ftuar dy protagonistë, dy gazetarë nga më të njohur që ka Gazetaria Sportive në Shqipëri, që kanë qenë atje dhe do na rrëfejnë sot gjithçka që ka ndodhur atje. Tami Kona, një miku im i vjetër dhe emisionet të mia, Tami, faleminderit që pranove ftesën. Është kënaqësi. Dhe Bledar Kuka, faleminderit, është herë e parë që vjen në emisionin tim, por misja jonë si gazetar, si kolegë është e vjetër. Faleminderit. Tami, e the këtu në këtë studio, prit një herë, e the këtu, thosha, me këtë entuziazmin e vet, ne do të marrim rezultat pozitiv. Unë të ngacmoja, por ne do të marrim rezultat pozitiv. Ore, në FSHF punon, thosha unë ty. Unë nuk punoj në FSHF dhe ti, por ne do të marrim rezultat pozitiv. Ç'a ndodhi? Si remo? Shikoj. E para punës një duhet të bëj një hyrje kështu para parkisë, sepse ti e them fillim të emisionit që këto janë ndeshje për sa i përket ekipit tonë kombëtar, ku historia kombëtares tonë sigurisht gjatë gjithë formimit që nga momenti që është formuar ekipi kombëtar deri, sigurisht ka disa pika kulmore ku që janë rezultatet pozitive. Të them të drejtën, rezultatet pozitive të kombëtares janë që me kohën e Loro Boricit, kur ne jemi shpallur kampion Ballkani, domethënë disa ndeshje kanë mbetur në historinë e historisë kombëtares tonë. Por siç janë për shembull thash një herë, fitimi i titullit ballkanik. Kemi barazuar me Gjermaninë, me një Gjermani të famshme duke nxjerrë jashtë evropianit, ne gëzoheshim, ndërkohë gjermanët thoshin po këta pse gëzohen sepse kualifikohej ish Jugosllavia. Kemi mundur Greqinë mbas kampion e Europës. 4 shtator 2004. Mbas kampion e Europës, kemi mundur Belgjikën e famshme që vinte si një nga 3 më të mira, doli e treta në botë. Si një nga 3 më të mirat e kontinentit. Kemi bërë fitore që na kanë çuar në Europian. Kemi mundur Çekin, se kishim mundur në herë. Kemi fituar në Europian. Kemi mundur Polonin. Ti thash gjitha këto Landi sepse janë pika kulmore të ekipit kombëtar të futbollit shqiptar. Por ajo që ka ndodhur pardje në stadiumin e tani Leckovac, sepse më thonin bëja pak debat me Ervin Baku. Si quhet? Tani, shiko, Leckovski i thoshin shqiptar, por Leskovac është në të, sepse Bledi mund ta di më mirë, me kupton, tabelat ishin Leskovac. Leskovac? Po, normal. Tani Leskov, tani ne po themi Leskovik, domethënë. Ne pasaj është si puna saj që shiko, ti e ke Roland, po të thon Landi, e ke parasysh, dakord jemi, po tani kjo në kuadrin e asaj, domethënë, kështu që ajo që ka ndodhur ditën e shtunë atje është një që historia do ta mbaj mend gjatë. Kjo është fitore më e rëndësishme? Për mua po. Për mua thash një herë. Shiko, ne nesër pas nesër mund të bëjmë një fitore që mund shpallemi çfarë të mund ty. Nuk e di. Mos e thuj tani atë. Por një ndeshje shumë e madhe do mbahet mend gjatë për atë çka kanë treguar lojtarët tanë të ekipit kombëtar, sepse është një ndeshje që thash një herë, unë zakonisht jam i asaj që një ndeshje futbollit dua ta shtensionoj nga të gjitha gjërat. Domethënë, një ndeshje futbolli shtensionohet me Serbinë. Po dua ta shtensionoj sepse thash një herë, ne në gjirin e kombëtares kemi lojtarë kosovar që duan kanë një peshë shumë të madhe dhe kur luajnë atje sepse ne u kthyem nga ajo, ishim Bledi ka qenë me delegacionin, ne kemi qenë pak më lirshëm, por di themi gjë. Kur ika ndalova në Gostivar të një miku im, dhe ai më tha, do zoti fitojmë, tha, është një person mjaft i njohur atje, shqiptar, biznesmen, edhe tha, kur të vini, tha, pas nesër, tha, do zoti, tha, më thënë, kupton, dhe ai ishi qik shumë e femi muslimane, tha, do shkojnë xhami, tha, më thënë, jam i sigurt, tha, që do dalim, i thashun, shiko, vetëm rezultati pozitiv na bën puni, thash, fitoria, i thash, dhe kur kemi ardhur,
Kupton? Ai, po sigurisht nuk diskutohet, bëm një foto bashkë dhe ai tha, i na mbajti për drek, tha do vinë disa çuna tha, që janë tha mosh më e re tha, sepse na thanë tha që kur të vinë gazetarët tha dhe tani që ka ndodhur në Gostivar festa, siç ka ndodhur në Prishtinë, siç ka ndodhur gjithandeja, mirë po e pash, domethënë se sa domethënë gjëra kishte aq më tepër që në Gostivar kishte ndodhur një nga vjedhjet më të mëdha të shekullit, nuk e di më thënë, ishte bërë një grabitje në ditën e premte, është bërë një grabitje, ishin vjedhur në një argjendari rreth 20 kg, rreth 20 kg, domethënë një dëm prej 2 milion euro, sepse Floriri ka shkuar dhe aty ishte një situatë, sepse kur bëm një xhiro që është vajtëm deri në qendër, shikoja dyqanet në Gostivar që të tëra ato të Floridit ishin zhdukur, se ishte një pasiguri, nuk e di më fjalë. Edhe ky më tha që shiko, ka ndodhur një gjë tha, por tha, çfarë kemi bërë ne këtu tha, mbas ndeshjes tha, domethënë ka qenë një gjë. Bledi, për ty atmosfera se ke qenë atje, keni qenë atje dhe unë prandaj u kam ftuar që ju nuk e keni parë nga televizori siç e pamë këtu. Shiko, atmosfera ishte një atmosferë që ti je jashtë fushë, je pa tifoz shqiptar normalisht, nuk ka pas asnjë tifoz shqiptar përveç mediave dhe ndonjë. U dëgjuat ju. U dëgjuan në mënyrë normale. Delegacioni normale. Gazetari për kraj ekipin e vet kombëtar, brenda normalitetit. U dëgjuan gazetarët që bërtitën dhe u dëgjuan delegacionin. Jemi gazetar, jemi edhe shqiptar. Se dhe delegacioni ishte pak, delegacioni ishte goxha. Ti kishe me delegacionin? Ne kemi qenë tribunën e Betis. Jo, ne kemi ta akredituar. Tribunën e Betis. Ishim akredituar si tribunë. Ka udhëtuar me delegacionin, po gazetarët ishin veç. Sa ishte delegacioni? Sa ishte numri? Shiko, avioni charter që është Air Albania nuk ishte i mbushur plot, nuk ishte shumë i madh delegacioni në avion po flas. Pastaj kishte gazetarë të tjerë siç është Tami apo të tjerë që kanë ardhur me mënyra të tjera. Jo, flet për delegacionin, më thënë sa. Delegacioni ishte se delegacioni ishte duke përfshirë këtu që politikanë që nga Taulant Balla, deke president e futbollit, presidenti Vllaznin, ishte presidenti i Taulandi nuk e di, atës duhet Taulandi prish atë tavani, sa hipi atje. Në fakt tash nuk e di. Atë në fakt tash kita që Prishtinë se duket se ata i ngritën shumë krah dhe ndoshta duket se Taulant Balla e prish atë. Ta ketë pritur Ozuni Oman. Po ja të shohim kur dalin ato pamjet e kamerave se duhet ketë ndonjë kamerë aty që do e nxjerrin ato. Tani je dakord me Tamin që kjo është fitoria më e rëndësishme në të gjitha dimensionet? Shiko. Nëse do flasim si po themi se jemi edhe gazetarë edhe tifoz në një farë mënyrë. Aq sa mund të jetë. Por nëse bëm ne një countdown, nëse ne bëjmë një renditje. Unë do marr rastin se për të jetë një derbi për shembull, tifozët e Tiranës dhe Partizanit për shembull. Ata mund të luajnë për titull kampion, por gjithmonë atë fitoren e derbit e kanë të veçantë. Kështu është edhe ky rast, ky është një derbi Ballkanës, madje është për ne është derbi më i ndier, po themi me ato ndikimin më të madh, duke pas parasysh rivalitetin shumë anshëm. Dhe kuptohet, nuk di ta klasifikoj. Nuk di, thuaj Allah që kjo është fitoria e rëndësishme se shiko, me Greqinë me vërtet fituan. Jo, çështja fitove me Greqinë apo jo. Çështja është që ky ekip, po flasim për futbollin, duhet mësohet dhe po mësohet fitoj ndeshje që duhet i fitoj. Pra, vështirësia e ndeshjes serbi ishte që ti luaje jashtë fushë, ishte pa tifoz dhe duhet fitoje ndeshjen. Pra, nuk mjaftonte që të merrë një barazim, që prapë do ishte kuptimi normal, do ishte normal, po merrje barazimin në Serbi, nuk je mundur, kupton, ke dalë me pik nga një e cila një skuadër e cila me vlerën si jepet, domthonë është më lart se Shqipëria, në renditjen e FIFA-s është më lart se Shqipëria, por në fushën e lojës nuk ishte më lart se Shqipëria, duhet të thënë. Çfarë vendi është Serbia, çfarë vendi? Po tani unë nuk e kujtoj, po përpara neshës, por momentin ndoshta ne mund ta kalojmë më vonë, por për momentin ata janë më lart. Megjithatë, fakti është që ne në fushë luajmë më mirë se ata, edhe në Tiranë kemi luajtur më mirë se ata Serbia dhe mendoj që me dy ndeshje që kemi pasur kemi qenë më lart se është një deri tani. Një pyetje këtu, më fal që ndërpreva. Lutem. E kishe parashikuar ti që dy ndeshje do merre 4 pikë kombëtare? Shiko, unë dija që ndeshjen e dytë, për ndeshjen e dytë po flas, isha i bindur që ekipi joni kishte mundësi për të fituar. Tash në futboll asnjëherë nuk mund të thuash që do fitojmë apo jo. Di si ka thënë Tami këtu. Shiko, tha, ne këtu tha dhe kemi ka 5 muaj, ne këtu tha edhe mund dalim barazim tha. Po shanset më të mëdha i kemi për të fituar në Serbi. Ora çfarë i thashë jenë vetë. I ka rënë në kokë. Ne fitojmë atje tha 1-0 thamu. Në ndeshjen këtu, unë madje kam pasur një lidhje direkte me një televizion të Beogradit dhe i thash si tifoz shqiptar, them që fiton është një televizion i tyre si kërkuan po si gazetar. Patjetër. I thash se si mund të jetë rezultati, i tha ai Serbi tha gazetari fiton Serbia 2-1. Ajo është loja që thuhet gjithmonë. Shikoj, atëherë si shqiptar po them fiton Shqipëria 2-1, i thash. Si gazetari thash mund dalin ndeshja barazim madje pa gola, dhe ndeshja doli pa gola. Dhe jam dakord me të Tamit se unë kisha besimin që atje mund të fitonim, jo sepse neve po themi kemi një ndryshim të madh, po sepse ekipi jon dukej shumë i qetë.
Pra po të shikoje atmosferën e ekipit, trajnerit. Siç i thash unë një dy aty që kisha aty afër dhe unë kështu thash. Vjen një moment si puna e gazetariz, vjen një moment që ti e zotron profesionin dhe e kupton që je i qetë. Edhe ata sot janë më të qetë. Unë konferencën e shtypit mbas ndeshjes, unë këtë pyetje i bëra Silvinës. Ishte më tepër konstatim. Pra i thash kemi thënë gjithmonë që ky është një brez shumë i mirë, i të ardhmes, shkoi në Europian, po ka mundësi për më tepër, në ligën e kombeve nuk u paraqit shumë mirë, po gjithsesi eci përpara, mund të themi që ajo e ardhmja ka ardhur, pra që ne jemi ekipi që tash ajo që ne mendojmë që ky brez e ka arritur. Dhe Silvinja tha kështu, shiko tha. Këtë gjë ja kam thënë lojtarëve para ndeshjes. Në analizën që kemi bërë. Ju tani nuk jeni më lojtarë të shpresave, nuk jeni ujë të njëshi, ju duhet luni mirë dhe të fitoni ndeshjen. Pra këtë kam thënë. Dhe sqaroj, folin fund fare, tha. Shpresoj tha që përgjigjja ime tha të ketë qenë lartësinë e pyetjes, më tha. Faleminderit të tash. Pra është pjekur skuadra, është një moment të rritje, ndërkohë që Serbia ka vite në fakt në futboll, ata kanë një rënje, ata kanë sporte tjera. Tenisin mirë, basketbollin mirë, por futboll ata kanë një problem. Në Evropian nuk ishin keq ata. Jo, aty ku mund të jetë Serbia. Ata ndeshin me Anglinë luajnë mirë, pjesën e dytë shumë mirë, po prapë dolën vend fundit në grup, në një grup që ata pretendonin dilnin më lart. Është një krizë e cila ndikon edhe atmosferën përgjithësi e vendit, edhe presioni mbi trajnerin e kombëtarës, ish trajnerin tashmë, sepse ai u largua, sepse trajneri vet. Sa kishte ai në krye? Ai kishte gati të mos u bëj rreth 6 vjet. 6 vjet, ëh? Mbi 5 vjet, po, mbi 5 vjet. Ai ka qenë kampionatin botror në Katar, ai ka qenë kampionatin evropian, Serbia ka qenë në 2 botrorët e fundit, është kualifikuar dhe shpresonin të shkonin në të tretin, kjo ishte shpresa, pra që mund të shkonin. Ndërkohë që Shqipëria kishte qenë në Evropian 2016 dhe në Evropian tani. Kohët e fundit nuk është se kemi pasur një diferencë shumë të madhe në rezultat me Serbinë. Po duke pas parasysh lojtarët, disa Toni Zakokra që themi ne, që kanë qenë lojtarë shumë të mirë gjithë me radhë, por disa nga këta lojtarë janë përplas me trajnerin, nuk kanë ardhur, kanë pasur dëmtime dhe ne kemi pasur dëmtime, kuptohet. Por atmosfera nuk ishte e mirë, sepse trajneri është pozicionuar politikisht. Dhe ai ka bërë një gabim të madh tjetër. Ku? Ai është pozicionuar krah të presidentit, të pushtetit, e kupton? Dhe ai ka qenë në mitingun e Nishit para ndeshjes parë. Ajo Vučić shkoni atje tha dhe fitoni. Ti je trajneri kombëtarës. Me kombëtarën e Serbisë janë edhe ata që janë me opozitën, edhe ata që janë me qeverinë. Edhe në Shqipëri ata janë me PSD. Vetë ti duhet të thënë që ai është pozicionuar pro Vučić. Dhe ai ka marrë kritika të jashtëzakonshme nga njerëzit edhe në stadium. Ai stadiumi ishin njerëz të përzgjedhur. Pak a shumë që duhet ishin pro qeverisë apo njerëz të qetë. Po këtu njerëz. Stojković. Po pra Stojković ka mbështetur Vučić. Po patjetër hapet fare. Në një miting që ka qenë në Nish pra. Para se ndeshja. Po pra që thaj unë atë ndeshja të luhej në Tiranë. Ai ishte rrafar. Ai ka thënë tekstualisht duke u drejtuar, shkoni atje fitoni. Kemi edhe trajnerin këtu, domethënë një bisedë fare të lirë, domethënë që mbështeti. Sikur është pa, domethënë pa ndonjë kështu, kemi trajner, dëgjoj këtu trajner. Duhet shkosh në Tiranë, fitosh ndeshjen dhe të kthehesh nga Tirana me fitoren. Pra në futboll duhet shkoni dhe ti mund ata. Shprehje. Historia ka provuar, pse thashë ka provuar që në futboll ka ardhur Gjermania me Beckenbauerin me këtë dhe kur vjen puna kanë dalë barazim. Domethënë sot në futboll, sepse po të shikojnë nga eliminatorët, Çekia mund ditën në vend të parë dhe mundet nga ishujt faraorë. Domethënë si ajo. Po tani ky futboll. Domethënë tani vini çik te atmosfera. Të shfaqim pak videon që ti më ke çuar, lutem regjia, videon me e shoqërimit nga policia serbe e Leskovacit të gazetarëve shqiptar, është një video, edhe ta komentojmë. Ja, kjo është full screen, lutem, po. Këtu jeni ju, tani? Unë Ervin Baku dhe Petit Pashollari. Ku jeni këtu, në që vënd fix? Këtu jemi nga stadiumi duke shku për në hotel. Nga stadiumi në hotel, mbas nishe, këtu është mbas apo pas? Mbas servitjes. Mbas servitjes. Do më thënë, sa ka mbaruar, ka mbaruar stërvitja, kishte mbaruar konferenca e shtypit, në 4:30 ka qenë Silvinjo, që ne kishim shkuar 5 minuta më vonë sepse nuk kishim marrë ato, doli Fotioni pasaj në orën 5:10, na dha këto, u futën, 20 minuta kemi bërë disa. Sa larg është nga stadiumi të hotelit? Me makinë 8 minuta. Aty ku ishit ju? Ku ishim ne, se ne ishim Leskovac. Kurse me kombëtaren ku ka qenë ky ishte e larg. Policia tani më tregojnë çik policia si u sollte. Tashti, ja pra këtë po të them. Në momentin që kemi shkuar ne, thash një herë, aty na erdhi një nga ata policët, kupton, ishte civil. Unë kam çuar edhe një foto, më thënë që është. Edhe foton e Tamit me një shef policie? Ai inspektor, policë tani, kupton se çfarë grade dhe çfarë oficer policie. Mirë, pa ajo që më bëri përshtypje ishte që erdhin edhe
polici shqiptar. Domethënë sepse në momentin që erdhi, atëherë 4 inspektorë nga policia e shtetit nga Tirana kishin ardhur dhe ishin në këtu është polici i cili më dha numrin e telefonit serb. Po serb. Ma dha mua, ja dha Ervin Bakut dhe në momentin tha që ju nuk jeni të shoqëruar, që do të thotë gjithë problemi ishte kur ne me makinë të targat shqiptare, pa makinë polici, udhtonim edhe tha, ju gjatë ditës tha nuk besoj se do lëviznim me makinë. Se punja ishim në Leskovac, ishte një qytet që fare i vogël dhe normalisht aty s'kishe nevojë të dilni me makinë. E bëjën këm. Makinën e kishin lënë të siguruar pa asnjë lloj problemi, kishte kamera hoteli, ata kur na shoqëruan këtu, por po them pa na shoqëruar. Domethënë prezantimi i parë, ju tha jeni tha ata gazetarët, e kishin informacion të saktë që do vini tha me, se ne i kishin thënë Fotionit. Domethënë Fotion ne ato atëre delegacioni me grup Fotion Kodra është zëdhënçi shtyp Fationi. Zëdhënçi, domethënë gjithë ideja ishte që Dedi për shumë ka qenë me atë dhe normalisht ishin edhe lëvizje që bënin një pjesë e paketës, ne ishin tani ne ishim dhe informacionin e këta e kishin që shiko, janë 3 gazetarë që vinë sot. Po domethënë Tami ti po thuaj që domethënë ata treguan një kujdesje maksimale për ja pra këtë po them dhe erdhi polici shqiptar, inspektori shqiptar, unë ju njoha, sigurisht ne. Sa kishte nga Shqipëria? 4 veta. Po çe ishin këta? Pse është normale kjo që? Po jo mos, po shiko, ndeshja kishte një sepse do të them dhe një tjetër. Kishte të atill rrezikshmëri, këtë gjë e kishte bërë Federata Serbe. Federata Serbe, në marrëdhëniet që ka me UEFA dhe me FIFA-n, sidomos mbas ndeshjes me Anglinë, ku unë e kam thënë, mbase këtu po e them sepse në studiot e tjera e kam thënë që shiko, është në fije të perit. Dhe ajo që ndodhi, sikur të ndodhte një incident i ajo që ndodhi lidhur me dënimin që FIFA i dha Federatës Serbe në ndeshjen me Shqipërinë, ishte një përkëdhelje. 100.000 franka zvicerane dhe 20% e stadiumit të Leskovacit do ishte, domethënë, më pak. Domethënë, në qoftë se në stadium. Kush e vendosi që do luhet në Leskovac? Atëre, presidenti Vučić, ai vetë, i bëri lutje Federatës Serbe. Ai ka gjithë dorë. Më fal, i bëri lutje Federatës Serbe. I tha që shiko, Federata Serbe duhet bëj lutje në FIFA që ndeshja të zhvendoset nga Beogradi. Këto janë raste shumë ekstreme Landi, sepse në qoftë se ne për shembull, po ju tregoj një rast me ne. Vllaznia kishte lënë që stadiumi nuk zhvillohej ndeshja në Kupat e Evropës sepse kishte miting ose do këndonte Bujar Xhamili në Shkodër dhe u zhvendos në Elbasan. Kur e rregulloi bashkia, e bën lutje në UEFA, i tha UEFA e kemi vendosur, ka marrë po puna që do bëhet në Elbasan ndeshja, që do të thotë në kompeticionet evropiane, jo që kur luan kombëtarja. Domethënë ti çon stadiumi duhet të ketë gjërat që janë ndërkombëtare, jo më shumë se 150 km aeroportin, sepse kombëtarja që vjen atje, domethënë vendi organizator mban përgjegjësi për siguritin, për gjitha gjërat dhe unë si federat ose unë si Shqipëri, po marr rastin e kësaj ndeshje, duhet të kem afër, jo, domethënë një aeroport aty që nuk duhet të jetë më shumë se 150 km, dhe pastaj gjërat e tjera janë. Dhe stadiumi pse pikërisht në Leskovac? Tani tani aty është bërë atë nga të tërë stadiumet në Serbi, ky është një stadium. Se mos kanë ata qytete të tjera. Ja po të them, ky është një stadium i bërë në 2021. Unë e thash në intervistat e mia, është një stadium sepse edhe fotot që të kam çuar është një stadium tipik. Jo. I transmetojmë. Jo. As fotot? As foto, as video që janë në stadium. Nuk na lejo. Dakor, në rregull, nuk drejt autorit. Dakor, në rregull. Domethënë është një stadium që nga përmasat me 8000 shikues, normalisht duhet ishin 6500 sepse pjesa tjetër ishte atë, ata ç'kishin bërë në 2 pjesat anësore, kishin vendosur flamurin serb, domethënë kupton, dhe pjesa ishte ballore dhe pjesa e tribunës, ku ishte mbrapa portave, që do goditej. Domethënë mbrapa portës nuk kishte tifoz. Dhe nga informacionet që patëm, në stadium kanë qenë as jo 6500 sa duhet ishin, por 5000, sepse ata i kishin rënë shkurt muhabetit. Mbrapa porte, vetëm flamurin e Serbisë. Çfarë ishin këta pesë? Të gjitha, ja ta mbaroj, dhe të gjitha këto ishin dakord dhe Federata Serbe ja bëri këtë Federatës Shqiptare, tani Federata Shqiptare pa interesin e vet. Ishte okay në bashkëpunim sepse po mos jepim okay ne. Nuk bëje.
Ajo varet nga federata. Qofse do thonim ne, jo vlla, nesha do bëhet në Beograd edhe shkon ta zem. Kupton? Por tani çfarë do pranonte federata shqiptare? 40.000 tifozat e Beogradit me 5.000 huliganë. Po është normale, ata kishin hallën e tyre Landi. Ata kishin hallën e tyre. Sepse si një provokim mua, sepse Leskovaci është top shqiptar. Si ishte provokim, po ore provokim tani, shiko, ti quaj si duash, ne po themi, ne në interesin ton është ata menaxhonin situatën dhe ne tani menaxhosh 30.000 veta, me 5.000 veta është si nata me ditë. Vedi, për ty, si... Për sa i përket stadiumit, ata fillimisht, gjithçka ishte planifikuar të luajë në Leskovac, në këto eliminatore, jo në Beograd. Kishin një fillim ishte llogarit në Leskovac. Po pse pikërisht aty, jo në një qytet tjetër? Po sepse e menaxhojnë. Ai është një stadium cilin ata e menaxhojnë, e kanë ndërtuar për atë punë, për kombëtaren, është një qytet i qetë. Ai ka dhe hallën e vet politike, ajo është një zonë që mund të quhet pak më pro Vučićit për që mos dali kundra, siç është ky konflikt. Mos gaboj, është vendindja aty, mos gaboj. Mund të jetë vendindja aty. Është vendindja në momentin që erdhi ndeshja. Në momentin që erdhi. Ajo është tokë shqiptare. Në momentin që erdhi ndeshja me Anglinë, atëherë ambasada angleze bëri presion. Nuk do. Dhe I tha, ne këtu do vinë 3-4.000 tifozë anglezë, ne nuk mund shkojmë në një stadium me 8.000 spektatorë. Se bie ne na duhet një stadium I madh. Dhe Vučić ishte jashtë Serbisë, ka qenë mos gaboj në Prag, diku e tillë, dhe ai ka folur në një intervistë 10% e stadiumit. Këto televizionet e veta që mund të jetë Pinku apo Informer që janë të vetët. Dhe ai e ka sulmuar federatën, I ka thënë juve nuk e keni përballuar presionin e Anglisë, ju duhet luani në Leskovac etj me radhë. Këto janë gjëra që ai lloj autoritarizmi ballkanik po I quajmë që apo dhe jashtë Ballkanit. Megjithatë ndeshja Angli nuk bë atje, u përplasën politikisht njerëzit, pati njerëz I përtitën kundër presidentit Vučić, pati nga huliganët që ishin caktuar nga shteti që u futën për t'i godit ata që të mbyllnin gojën. Dhe ky u trondit kjo gjë dhe doli edhe foli në konferencë, ishte një emision në televizionin Informer, ka ndej 2 orë duke folë dhe një nga temat ishte edhe ndeshja e fundit fare, ishte ndeshja me Anglinë dhe ndeshjet që do luajnë Leskovac apo Beograd. Dhe presidenti ka arritur të thotë, për mua është skandaloze, po në gjithsesi, që Beogradi nuk e kupton kombëtaren tani. Ose kuptoi kur qyteti kombëtaren, kush e kuptoi kombëtaren? Beogradi nuk e kupton. Nuk e kupton kombëtaren. Dhe ai thoshte kam qenë në ndeshjen me Anglinë në 87-ën që Anglia I mundi 4-1 kur ishte Jugosllavia, ai pas ka qenë atje, mund të ketë qenë, s'ka problem. Dhe edhe atë në atë kohën e pash që kombëtari Beogradi nuk e përkrau shumë kombëtaren. Në të vërtetë kur ndodhi kjo tani në Leskovac. Aty ishin përzgjedhur njerëz tillë që shumica atyre nuk është se bërtisnin shumë. Dhe bile edhe lojtarët serbu ankuan. Edhe ata që e pa ndeshjen televizor, himnin tonë e bërtet shërbyer dhe bërtit. Himnet në Ballkan do përshëllen sa të jemi gjallë neve. Ndoshta brezat e tjerë mund ndryshojnë, po sa të jemi gjallë ne, himnet në Ballkan do përshëllen. Po dhe ne kemi ndeshja e parë në Beograd do përshëlloi himnin më shumë se ishte stadiumi I madh I Beogradit, ky është më I vogël, nuk dëgjoi shumë se unë aty isha I Beogradit. Ky joni u dëgjoi shumë tepër. Unë dëgjova himnin. Kishte përshëndetje. Dëgjoni fare ti dëgjova himnin? Dëgjoj. Jo, në ekran. Po në ekran ndoshta jo, aty dëgjoj. Nuk them që dëgjoj fuqishëm, po dëgjoj. Kurse në Air Albania nuk ishte problemi se u vëshëlloi më shumë se atje, po është stadiumi që ka akustikën e tillë që e shumë fishon Jehonën dhe kolegë serb që unë I takova, ata edhe tifozllëku dëgjoi shumë, dhe ata ishin lot nga zhurma, shumë zhurmë, sepse është stadiumi I tillë që është ndërtuar në mënyrë tillë që të ketë akustikë, domethënë që ti të ndihet publiku. Është stadium modern, kupton, me parametra akustike shumë të larta si stadium. Dhe kjo ishte, dhe ata tifozë që ishin aty me fjalë aq sa ishin me 5.000, çfarë mund bësh ti me 5.000? Ti le 40.000, 50.000 Beogradi. Ishin agresiv, ishin të qetë. Nuk pati agresivitet, pati vetëm një sektor në të djathtin ton, duket ishte një grup që mund ishin disa ultras, po e quajmë ne të po e quajmë qytetit, po e them unë, I cilët ishin ata që thirrën vendi ku ishin gazetarët në krahun e djathtë. Sa një moment le grupi me në krahun e djathtë sepse kishte, shiko, Landi kishte një gjë. Aty ku ishte bloku I gazetarëve korrespondonte me krahun e djathtë të tribunës VIP, domethënë tribuna qendrore. Tribuna VIP ku ishin presidenti me gjithë grupin, që ishin bashkë, sepse nuk mund të shpëndashin, domethënë president futbolli, politikanë, ata që ishin me delegacionin. Gjithë gazetarët fillonin që nga fillim ishte Redi Jupi me Ylliakën me to që këtë dhe deri poshtë domethënë kishin të ndara, Albania Media ishin komplet gjitha. Tani këtu ishte ajo Prexhamit. Tani këtu ishin disa që gjatë kohës kur humbte Serbia raste, Shanin u bë golion edhe Shanin, por gjëra normale që edhe ne, se tani çfarë themi, po ne nuk shajm. Se ne po ne nuk po themi, por kur ka mbaruar ndeshja, ja kur bledi
10-15 nga ata na dhan dorën. Na dhan dorën, bravo. E këta huliganët? Mos ishin huliganë ata. Si ishin ata aty, si ka ata nuk kishin lënë njerëz të hyjnë ashtu herë. Domethënë ata ishin njerëz që pak persona. Dhe biletat nuk i kishin blerë. Ato biletat ishin falur. Po jo më normal. Po jo më ishte shpërndar me ore tash aty sa. Megjithatë ishte. Po jo më sepse normal. Po në pres, m'fal, ishte një tipik tifoz, i cili ishte, po i thuj ultrasuna, ishte si i smur, domethënë, edhe nga ana, domethënë e ndjente. Ai ishte tipi nacionalistit, jo kaq po ishte, ai duke që ishte, dhe në të vërtetë ai, se ne, si do që tjetë jemi Ballkan, edhe kamerat tona ishin mu ke koridori stadiumit, ngjitur me vendet e njerëzve, tifozëve të tjerëve, dhe ne patëm hall se mund edhe ta godisnin kamerën, dhe nga ABC më kërkojnë lidhje, dhe unë i thash, e para prit të hapen njerëzit se s'ka pamje, pra duket fusha që ne jemi në stadium, aty kishte vetëm popull. Edhe dyta, ndoshta duke folë ne shqip mund të ketë dikush që mund ta acarohet, mund të bëjë një skenë në gjë. Dhe në të vërtetë ishte një person i tillë që mund ta kishte bërë atë punë. Dhe ai filloi duke folë serbisht, ja, vin këtu, filmojnë rehat pa problem lirshëm. Po unë ja kuptoj gjuhën. Ti flet serbisht? Unë flas serbisht edhe i thash, o vllai, thash, ky është futbolli, thash. Mund të fitote Serbia, fitojmë ne. Ja the, po si guzove ja the? Po pse mos guxoja? Ne i thash ju keni ardhur ka fituar Serbia në Elbasan, çfarë no, sa radhë fitum ne, thash. Punfari thash Serbia luajti dopë, thash e themi atë që është. Ai më dha dorë. Ai më dha dorë. Mbas i më dha dorën mua, Po prit, mbas i më dha dorën mua, u provoku nga një kameraman i klanit që kishte, edhe shkoi u zoom me te. Shkoi do të hiqte fanelën. Pastaj ndërhyri Adrian Ali, që ishte aty në koment, i tha Alia i foli kroatisht, sa ai jeton kroatie, ka shoqën kroate, dhe ata një gjukan, dialekt e I tha, çfarë duke bërë? Tha Remi në neshje, tha, çfarë duke bërë? Çka ka bërë ky? Tha, ka veshë fanel, po ti mund ta vesh atë. Landi mbas sharjes tradicionale që bën për ekipin e tyre në përdhëm, ti i kupton sharjet, domethënë me ato gjuhën, tamam gjuhën e tyre serbe, ata na dhan dorën, bile unë kisha një 2 libra që ishin bërë apostafat, ku brenda ishte kombëtarja serbe, ishte një tip katalogu që bëhet, jo, ishte katalog, ishte goxha. Edhe në fund fare ja dhash sepse kur e hapa kështu, ishte kombëtarja e Serbisë, ai po e shikonte. Kupton, edhe unë e shikoja me bysyr sepse unë ne ishim në vijën që ishte xhami dhe aty ishin tifozat. Domethënë ata tifozat ishin sigurisht në tribunë që flasin për tribunë dhe në tribunë qendrore ata normalisht. Po tani se shanin ndër vetë ata, kjo nuk do të thotë se kanë ndonjë gjë, se punja futboll po shikonin, nuk po shikonin. Dhe kur më fal Ledi, dhe kur skuadra humbi ca raste, ata normalisht kupton. Shanë në dhëm kur bëri shqiponjën e erdhi sepse tani kushdo që ti ishte. Do keni, më fal, do keni një ndërprerje publicitare në këtë moment dhe kthehemi shumë shkurt. Herë të parë në Shqipëri dhe Evropë, përmes aplikacionit i reja, zhvilluar nga Akinvest, mund të dërgoni para me MoneyGram në të gjithë botën, direkt në telefonin juaj. Dhe kjo do të kushtojë sa gjysmën e komisionit që do të paguanit nëse ju do të shkonit në çdo sportel. Mjafton të shkarkoni aplikacionin e reja për Android dhe iPhone, të regjistrojeni si klient dhe menjëherë do të dërgoni para në të gjithë botën, me MoneyGram vetëm me gjysmën e komisionit. Bëj zgjedhjen e zgjuar, dërgo para me MoneyGram në aplikacionin e reja. Faleminderit, kthehemi në studio. Faleminderit edhe një herë institucionit monetar MoneyGram Akinvest që mbështet emisionin Dekalog këtu në Dritar TV me sloganin transferohu shpejt, gjithmonë më shpejt, kudo dhe kudo. Bledi, 2 thirrje u dëgjuan që pak u kuptuan se nuk është se kishte në një akustik të qartë, edhe që vinte në mikrofonin e transmetimit, vritini shqiptar dhe Kosova-Serbi. Tani, ishte e shpesht kjo e para njerë dhe çfarë ndodhi? Si ishte? Kosova-Serbi ishte shumë më e shpesht. Ishte më e shpesht. Disa herë. Sidomos pjesën e parë, pjesën e dytë, ra loja e Serbisë, ra dhe mbështetja e publikut, e ndjek publiku skuadrën. E panë që këta s'kishin gjë Terezi, bile po thoni këta të rinë deri nesër nuk bëjnë gol. Kishte nga ata që thoshin, fjalë nuk bëjnë gol nesër. Ti kuptoi gjithë çfarë? Po pak a shumë kuptoi se ne afër ishim, më kupton, ta ambie pa, pjesë e tifozëve aty afër nesh ishin, po shumë afër, me 2-3 metra larg. Ai flet gjuhën, kështu që edhe kupton dhe ata kurse. Më fal, ku e kemi mësuar serbishin? Unë nuk di ta shpjegoj. Unë nuk e kam mësuar në kohën e kaluar nga televizioni, diçka një lidhje ndoshta ka pas, por nuk e kam mësuar ato. E kam mësuar mbas viteve 2000 që e kam. Mbas viteve 2000? Po, ishin çështje jo Kosova, unë kisha një lloj baze, ndoshta mund të jetë një lloj aftësie personale një lutë. Nga je Bledi? Unë jam nga Tirana. Sipas më fal Landi, sipas unë jam në Tiranë, sipas që dëgjoj lajmin se kroatisht në RTS. 20 vjet në Tiranë.
120 vjet që nge i riti, po? Jo, i ri dakord, po. Po i ri me 120 vjet në Tiranë. Edhe shikoj, edhe para arsit ishin nga mati afër Tiranës, nga Klosi, më ja për 5 minuta. Jo, në vitet 80 në Tiranë kishte një lloj kështu që do të njihnin nga televizion. Patjetër. Nga televizion. Shikoj, ai dyshi i Slavit i famshëm. Ishin të egërstuar atje në stadium? Shikoj, ai stadium ishte përzgjedhur që mos kishte egërsi. Po ku ishin përzgjedhur se ai që ka i qytet, po sa banor. Po, unë nuk e di se ku t'ja kanë dhënë ato bileta. Unë di them këtë. Se ta më thotë ja ka fal. Pas një kontroll. Jo, më ishin të shpërndar, kishte. Jo, ata kishin frikë tjetër. Jo se i shpërndan, ata i shpërndan bileta, kishin frikë që mund të kishte shqiptar të zonës aty rrotull apo të tjerë që mund t'i blinin bileta të shtrenjtë. Mund t'i thosh atij serbit sa lek do më dha se t'japun. A kishe shqiptar të tillë në stadium? Nuk u dëgjuan, mund të ketë, sikur dikush dëgjova diku në tribunë që u kthyn dhe kokat, nuk kemi sigurt. Ata kanë kontrolluar sepse mediat serbe kanë shkruar në datën 10. Shqiptar do të bëjnë bileta. Datën 10 si po na marrin bileta, po na u hapën pra nga Ishte vërtet kjo? Nga Vranja, përderisa nuk u dalluan, do thotë që nuk kanë qenë, po e vërteta është që thash nga Vranja ose nga Presheva, që ishin zonat më afër, kuptohet. Policia serbe ka pas 2-3 gardhe për t'i kontrolluar dhe ata fakt punën e vetë bën shumë mirë, sepse aty nuk pati asnjë monedhë për t'u hedh, asnjë shishe për t'u hedh. Ata i kanë marrë gjitha. Bile gazetarët tonë në serb, kolegët tanë thanë na kanë marrë silolapsat. Që ata ishin gazetarë me beç, me dokumente. Na kanë marrë kablot. Kablot? Kablot që ne kishim për punë, kishin dhënë urdhër të bëni çfarë doni, vetëm po patë dyshim që kjo mund të sjellë një problem, le të rrim pa punë ata, s'ka problem. Vetëm ndeshja mos ketë problem. I kanë marrë. Tani kam një pyetje gjeografike unë. Edhe të trojave. Tani ato troja aty të Nishit, ato janë troje shqiptare. Janë dëbuar në 1880 mbas lidhjes shqiptare të Prizrenit. Tani a kanë aty, a kanë mbetur me shqiptarë, se ata u asimiluan. Tani kur themi ne varet harta në gosht, ne shtetin shqiptare kemi në Vermosh. Trojet janë pikërisht aty, në Nish. Sipas statistikave që kanë qenë të Perëndorisë Osmane të asaj kohe, sidomos fshatrat kanë qenë me dominim shqiptar të madh. Qyteti më ndryshe, diçka ka pas popullsi më të përzier, po fshatrat kanë qenë shumicën e tyre. Mbi 90% kanë qenë 90% patjetër kanë qenë shqiptar. Tash këto pastrimet etnike, këto janë një metodë e shteteve, kur shtetet kanë mundësi ta bëjnë, që bëhet shpesh. Ne kur ishim në hotel, më afrohet një burr i cili mu fillon flet italisht. Po duke që e fliste keq italisht. Tha, ditë a flet italisht, tha mu. Flasi tash. Me punë kuptova që nuk ishte italian, i thënë, çfarë jeti thash, italian apo serb? Unë jam serb, po më flasim serbisht. Tha, unë jam shoferi i autobusit të kombëtarës shqiptare, tha. E kishte emrin kombëtarës, po, ai ishte agjencia e Beogradit. Gjitha targat ishin në Beogradit. Ata kishin marrë agjencinë, federata kishte kontratë me agjencinë. Me autobusat Beogradit, në targat Beogradit. Minibusat nga këta të tipit VIP që do thotë presidenti i federatës. Gjitha ishin personat VIP, çdo gjë ishte me targat Beogradit. Beogradit gjithçka, s'kishte targat i Vizkovacit, domethënë. Ai quhej Zdravko. Edhe thosh, shiko, tha, unë kam një mik shqiptar, tha, ne kemi punuar bashkë në Itali, prandaj dinte italisht ai si kishte punu. Dhe unë do ta marr në telefon tha atë dhe flit ti me të, tha, flit shqip. Po, mori, do merr në telefon. E mori, ai ishte nga Gavaja. Ky e dinte nga Tirana, ai ishte nga Gavaja, fat. Nga qarku Mira ka pasur telefonin bashkë. Qarku Tiranës. Këta të dy po qarku. Këta të dy flisin bashkë italisht, ne volim edhe më tha, mos unë tha, jam tha, më kam lind tha në një zonë tha në Kroaci tha, afër detit tha dhe na kanë dërbuar mas 91-92-shit. Do thonë këto dëbimet janë një çik po. Jo, të bimet janë vetëm dy Jugosllavisë. Janë kudo. Ti ke grekët që janë larguar nga Turqia me miliona, grekët kanë larguar çamët me mijëra, me 10 mijë, me sa kanë qenë. Ne nuk e kemi bërë sepse ne s'kemi pas shtet fuqishëm për ta bërë. Po ti e di që në kohën e Veroj, biletën kod zogut. Mbiemrat janë ndrruar këtu, siç e kanë ndrruar atë. Aty i kanë shtuar në një vit, çtu e kanë një. Të gjitha këto janë të pashmangshme se unë ditë them vetëm një gjë. Ky miku im nga Gostivari, domethënë që është shqiptar, që normalisht që nga që është një biznesmen i nderuar, ka një gurore dhe thotë kështu, guroria ime është ngjitur me guroren e maqedonësve. Maqedonësit vinë ke mua, tha, marrin gurore. Marrin këto, tha. E di pse? Se kështu e mendojnë, tha, unë s'ka problem, tha. Tani nuk ishte agresivitet aty. Jo, për ne po them, jo duat çan ka treguar. Kur shkojan në Mavror, për shembull, se ti thon nga Mavrova, kur i kanë hequr shqiptarët, një zonë turistike. I thoshin ik dhe firmos që nuk ke asgjë mbrapa. Domethënë, ai linte shtëpinë. Plas vitën përpara, linte tokën, se tani tha, ato vilat alpine tha dhe vilat që mas 92-shit i kanë blerë gjithë shqiptarët. Biznesmen shqiptar kanë blerë shtëpi në Mavrov për dimër, siç mund të kenë blerë në Dardha në te. Por historia
më përpara që kur i kanë hequr, Në nish pra, nish. I kanë thënë- Kem një fotografi unë. i kanë thënë largo dhe firmos që s'ke asgjë S'ke mbrapa. asgjë mbrapa. Domethënë kjo është e pashmangshme. detyrim. Por Kjo është detyrim. dua të them një gjë. Policët, sepse policion, ata inspektorët tanë Katër, që kanë, katër. por më thanë mua kështu. E di pse tha? Këta kanë një informacion tha që disa persona të kamufluar si gazetar, mund të vinë. domethënë mund të vinë dhe Mund të bëjnë një provokim. sepse Të bëjnë provokime rrëmur. punë e tyre pra, sepse futja në stadium e vetëma mënyrë ishte të hynte si gazetar. Po, me begjën. Tani, ju jeni gazetar që keni ardhur, tha, ne, tha, e kemi marrë informacionin, tha, nga federata, tha, nga policia, më thënë, a i thoshte që, shiko, ne e dim që Tami ka ardhur dhe këtë, sepse jeni jashtë, sepse ata që ishin me delegacionin, ishin të mbyllur, edhe këta nuk lëviznin dot. Këta o do shkonin bashk, o do iknin bashk. Kurse ne ishim më të lirë. Por ama ishim të skeduar dhe normalisht kishim atje. Liria kishte kosto, liria. Derisa polici serb tha, shiko, ky është numri i telefonit, erdhi ke hoteli, pa kamerat, makinën do ta vini këtu tha, në çdo moment tha, vetëm një gjë tha, mundohuni të dilni pa makinë tha. Po dolet me makinë tha, një telefonat tha, unë sjell makinën e policisë që qyroj. Tami. Thash me veten time ku do shkojmë, thash me ç'a bëhet kështu. E mendove ndonjë që mund të kishte ndonjë dron kështu? Ja, më Fare? ja, më nuk Po ata janë djeg nga qulli dhe do i frynë edhe kosit. Thashe, sepse- Ata i kanë vënë gjitha paqësitë edhe kundër dronit. sepse Edhe kundër dronit. Po, tjetër si që bëve në Tiranë. sepse ne kishim probleme edhe me telefonat. Domethënë me Wi-Fi dhe asaj të Po medias. mua më nxorë, live më nxorë mua. Ore ta nxora, po njerë hynte vala, njerë synte, një këtu dhe polici, Po, sepse përdori dhe polici tha, Përdori shiko tha, ne kemi përgjegjësi tha që Serbi. po para ndeshjes, gjatë ndeshjes dhe mas ndeshjes, persona që kanë lidhje me ndeshjen, ty mos i ndodhi asgjë gjatë kohës që Ndodhi asgjë tani? Tami? Jo, Asgjë nuk ndodhi. si lloj gjëje. Nuk pati. Thash As njerë, incident. thash njerë, se kemi Por e për shakoxhëm se shoqëruan. A këto pasaj, shiko, ky informacion e para punës që Shako Hoxha nuk ka duket se ka qenë me avion. So unë nuk e di informacion. me avion, bashkë? Jo me ne, jo. Me vetë. Ka qenë me avion, ka ardhur, domethënë, ke parasysh. Shiko, ne kemi siç e tha Tami, ne kemi qenë pak më të izoluar se të tjerët sepse hoteli ishte shumë larg qendrave të banuara. Ai ishte larg. Pra, hoteli jon. Ashtu bëhet, sepse normal, bile nuk, më fal, dhe në raportime nuk thuhesh emri i Nuk hotelit. thuaj emrin. Jo. Po ti nuk mund ta ktheje kamerën që duke emri i hotelit. Nuk më thoje ti që shiko, ose si thoja unë për shembull. Ai donte reklam për vete, po jo, ishte policia serbe dhe federata jon dhe serbe kishin thënë që nuk duhet ta dinë ku janë. Sepse varet. Jo, si raportohet ti? Fare se them. Jo, Në një hotel të nishëm, po ke kuzhina, aty duke restoranti i hotelit, e kupton, në një krah. Ore unë Po mi po ta kishe bërë ti këtë që të jepi atë logon e hotelit. Ata do të merrnin atë çfarë mund të ose nuk e di çfarë do bënin, mund të të përzinin fare nga hoteli. Landi, në raportimet që bëra unë, kupton, raportimet që bëra unë në një hotel afër Nishit, në mjet Nishit dhe Leskovacit, ekipi kombëtar është i akomoduar. Ore, si quhet hoteli na e thoni tani? Hoteli quhej Nice. Nice, anglisht. Ai hotel. Ai ka flet aty, unë se di. Ishte Nice në anglisht, Nice, se ata kanë një gjë që ata e kanë si shqipja, siç e shkruajnë lexojnë gjërat, edhe ne kemi siç e shkruajnë Kjo lexojnë. janë këto Edhe gjuhët e lindës pak a shumë kështu janë. lindor. Aty hoteli ishte në bashkëpronësi serbe dhe turkes, aty ishte edhe flamuri turk. Përveç flamurit serb ishte edhe flamuri turk. Dhe ne folëm me pronarin e hotelit. Nuk e njihja. Hoteli është një nga ta para Atë i vjetër ishte, i marrë, ishte rinovuar, ishte hoteli klasik i kohës Titos, i tillë ishte. Dhe pronari i hotelit ne folëm me të. Unë nuk e njihja, po e njihte një kameraman, tha ky është tash pronari i hotelit. Ma tha dhe emrin tani serbisht. E kujtoj edhe po bisedonim. Edhe tha unë kam jetuar në Vjenë. Kam jetuar në Vjenë, tha aty kam bërë lekët, tha dhe kam marrë, kam investuar në Serbi, tha punoj. Në Vjenë unë kam njohur shqiptar shumë tha. Nga Durrësi, nga Tirana, nga Vlora, nga Kosova. Për mua tha sot të fitoj më i miri. Tash unë duhet të fitoj Serbia se jam i Serbisë, po. Normal. Bile tha unë tha për mua tha unë isha unë në federata, unë do ta kisha heq trajnerin tonë, do kisha marrë Silvinjon, tha për mua Silvinjon ju e keni trajner më të mirë se ç'e kemi ne. Dhe e pyet një gazetar jon, kolegu Enos Karço, është vërtet tha që ju ka marrë në telefon presidenti Vučić. Dhe më tha mu thuja blet, atë ka marrë Vučići këto ditë tha për të pyet si shkojnë punët, se kishte ai shumë merak për këtë punë. Çfarë tha? Hapi telefonin, tregoi telefonatën. Ki kishte marrë? E kishte marrë patjetër. E kishte marrë presidenti për hotel? Presidenti Vučić. Ja, ka marrë çdo ditë në telefon, ai ka qenë shumë merak. President mos kemi merak, jemi në rregull, gjithçka. Ka dalë në media kjo. Situata në hotelin Ai ka përndek, ai shkon atje shpesh në atë hotel. Kur kalon aty, shkon atje në atë hotel, dhe aty kryekuzhinieri është nga Prizreni. Është nga Prizreni, u fola me të. Ai shqip, normal din që shqip. Ai tha nënën e kam shqiptare nga Prizreni, babën e kam turqelit, si thon ata, po që fliste shqip, por në rregull, ai ishte kryekuzhinieri.
Dhe kamarierët serb thoshin ky është njeriu i dytë, më i rëndësishëm, mas pronari ky vjen. Ky shqiptar ai kishte 10 vjet, tha ma kanë kërkuar, tha më i dhën, tha 30.000 euro, tha Beograd, nuk e kam lënë me ikta. Dhe ai ka videot që tregon kur bën kështu kebabe me Vučićin, e kupton? Ja kam mësuar ky Vučić, ky shqiptari se si bëhen kebabet, sa i vdes, i ka qejf kebabet edhe. Opozita tallet me këtë president kebabe. Siç ndodh. Tani diskutojmë çik konkretisht për ndeshjen. Tani lutem regjia ato fotot me radhë, sepse janë disa foto unë i kam marrë nga sigurisht nga faqe ndryshme. Ky ishte momenti i parë i hymnit. Tani hymni doli keq ai do të thënë që e broritën negativisht, e fshëllyen. Të tha një gjë, Bledi, çiko, bërshëllimat ndër kur luajnë kombëtarët, domethënë thash. E mbylli tani këtë. Foto tjetër. Po janë të pashmakshme, nuk i shmakim dot, kupton? Shiko, luan Rumania me Kosovën, edhe Rumania i thot Kosovës je di Serbi. Se ta thot Serbia, ta thot flasim Rumania me Hungarinë, që janë armiqësi shumë e madhe. Ta thot Serbia dakord. Okej, se është Serbia, po e thot Rumania. Kupton, ndërsa Rumania i thot Kosovës, edhe këtë pse e bën? Po e bën që ata çakordohen. Habitemi kur vin tifoz polakë dhe prorasin për Serbinë. Ka tifoz polak, Legës i kanë thënë Kosova është Serbia. Vërtet është që kur është shkruajt në Certania, ai memorandumi i Garashaninit, atë e ka ndihmuar konsulli polak për ta bërë. Ajo ishte mentaliteti i kohës, duhet me thonë, se ishte koha e tillë që sfastroi, largoi, kupton, si ti heqin në të qafe këta. Ata thoshin ju jeni të mirë se ju luftoni kundër turqëve dhe ne luftojmë kundër rusëve, pra i quhuni si rezistencë. Ta diskutojmë çik tabelën e statistikave, Tami. Shiko tani. Vajti 50 me 50. Në fakt, gjatë gjithë ndeshjes, kështu ka qenë 48-52. Dhe mua kjo më kënaqë, unë e shikoja her pas here. Është kjo tabelë rezultati i justifikuar? Atëherë, unë do ta filloj kështu. Po. Në pjesën e parë kishte një dëshirë më të madhe, që ishte normale për sa i përket ekipit serb, dhe ofensiv. Dhe ne te gazetarët ku ishim, qëllonte pak që ishte, domethënë, ne mbrojshim porta e ekipit ton, ishte në krahun, domethënë, nëse ke ekranin këtu, ishte në krahun e djathtë. Dhe ne kemi përjetuar më tepër sulmet e serbe, kupton? Por kishim Istrakosh që ka bërë një nga 2-3 ndeshjet e tij më të mira. Vërtet? Tani më lert, këto që po t'i them. Jo të le, po tani mos ma ngri kaq shumë se kishte dalë edhe portieri eliminator i këtij turi. Po nuk e nxjerr njëri pse kush e nxjerr portier më i mirë? Nuk e nxjerr se është simpatike por. Del se tani për mua Ozuni ishte një nga lojtarët më të mirë. Çfarë bëri Ozuni? Ka vrapuar, domethënë si në fazën jo ti mund të ecësh, por për të vrapuar s'ma vrapoj, po. Mi më mendimi në rregull. Po Ozuni, po çfarë bëri më ai? Sulmus nuk do të blon një herë më. Tash ti ditë them vetëm një gjë. Ekipi kombëtar, ose më mirë Silvinho, kishte përgatitur një ndeshje, që edhe po të shikojmë lojtarët e asaj, ne kemi luajtur me 3 lojtarë që të paktën nga ana natyrale ata janë nënça tamam, që do të thotë, edhe kur u fut Daku është nënç, edhe kur luajti Broja, pavarësisht se luan dasore është nënç, dhe kur luante Rej Manaj është nënç. Nënç për ata që na ndjekin të thua që në sulmos, domethënë numri 9 dihet. Pyk i thoshin? Po, si ta në zhargonin e tifozëve. Në zhargonin, sidomos në Tiranë, ka një kështu, ose si që themi këmbës majtë i thonë salake. Pyk të majmonë, ka disa gjëra. Kurse tani ka tjera, jo sulmuesi fshehur, sepse luan majtas, po është me që, do më thënë, janë skema taktike, kuptonin që ta që edhe ne për gazetarët, për i të profesionit, por, Silvinho kishte parasysh vetëm një gjë që ne atje shkonim vetëm për të marrë një rezultat pozitiv. Dhe rezultati pozitiv, atë që e kam thënë dhe në fillim, ishte, shiko, ne o do fitonim o të mundeshim, se fundja nga njerë barazimi në kampionat shqiptar, disa trajnerë po bëjnë një lidhje paralele, sepse duke qenë se është derbi ballkanik, edhe kur luajnë derbi ka disa trajnerë, pa dashur përmender, pa thonë që shiko, ore dhe po sfituam, rëndësi ka mos mundemi. Tani edhe me Serbin, unë e kuptoj që mund mos fitojmë, edhe ndeshja del barazim, se nuk ka se ka ndonjë gjë të keqe. Por çfarë do na duhesh e barazimin? Asgjë. Në barazimi nuk na hyjten punë, sepse vetëm fitoria na ishte një javë përpara, edhe kur vinte puna. Na largon dhe e lidh mbrapa se edhe para punës në fund fare, shiko,
sepse edhe tani që ka ndodhur kjo fitore, por për të kaluar të ajo duhet thema dalë ke pyetja që ndeshja ose më mirë, pjesa e parë nuk ishte shumë pozitive për ne. Në pjesën e dytë, duke sikur gjërat panë dhe unë nuk e di çka ka ndodhur, shtrojt pyetja sepse dëgjonja aty që edhe në krahun e futbollistëve serb si duket ata me rastet e humbura që kishte, domethënë duket sikur ca gjëra, domethënë nuk kishte pavarësisht se në momenti që ne bëm golin, e kam diskutuar dje edhe në një studio, ku momenti që kërceu Gjemshiti, mu duk sikur kishte një fall, e kam parë disa herë, e kam parë disa herë dhe një trajner, një arbitër jo shumë dashamirës, mund të këshëdhën, ta ndërpret aksion. Ishte fall? Po edhe mund të ajo është mënyra, ai nuk i përdori duart, dhe kjo ishte kryesorja. Sepse më thoshin mua ta që ai do kërcej, edhe më shtyç, ore ti mund shtysh, por te zona është, aty ishte kjo. Iku kjo. Për mua, Gjemshiti dhe Ajeti në mbrojtje me Strakoshën, që normalisht, mirë po ka dhe një gjë tjetër. Situata në kampin serb, për mua, do më thënë, thash njerë, mua nuk mi gjet nga mendja që nuk bëj në i paralelizëm, por në 20 vitet e fundit, unë nuk kam parë Serbi që të fitoj minutën e 90, vajti në Letoni dhe fitoj minutën e 90, shkon Anglia dhe e bën një humbje ka të 0-5, tani ne flasim, shiko. Tani, fituam ne nga aftësia, po ishin ata dobët? Kush, të dyja bashkë. Të lutem, e para punës njerë, vlerat në këtë fitore, i ka ekipi kombëtar. Që do të thot, futbollistat të drejtuar, sepse deri dje, e kemi bërë Silvion me plot merit, për t'i thënë që shiko, më duket sikur orët e ti... Duhet ta mbyllim gojën për Silvion. Duket sikur orët e ti të ekipi kombëtar, Landi duket sikur kishte, sepse ka një gjë. Shiko, nuk nisem nga barazimi me Serbin. E kam thënë, thash njerë, unë isha i bindur që... Por, a i Rejmanaj, tha një fjalë. Shiko, tha, ja dedikoj këtë golca, të gjithë, tha, shqiptarve, tha, të gjithë këta... Duke, po ja dedikoj prindërve të mi, tha. Sepse... E kam prituar pas barazimit dhe humbjes së penaltisë, ata kanë ndjerë një peshë shumë të madhe, domethënë të asaj sepse ka diçka. Të humbësh një penalti Landi me Serbin, ndërkohë që futbollista shumë herë më të mëdhej se Rejmanaj, domethënë duke filluar që nga Baggio e Brajter e Maradona kanë humbur penalti që normalisht sepse penaltia dhe humbet. Por prandaj këtë gol ja dedikoi dhe ai normalisht atë që nuk na e dhan Tiranë, sigurisht që meriton një notë shumë pozitive, është një sulmues, por merita normalisht i takon trajnerit Silvinjo, sepse në fund të saj, thashje, ne, kur themi që shiko, ekipi kombëtar nuk po este, ne gjithmonë i referoheshim Silvinjos. Ore, që luajnë futbollistat në fush, ne e dim shumë mirë që futbollistat luajnë në fush atje, se nuk do futet Silvinjo të bëj gol. Sepse, pse në krahun tjetër, po ndodhte ajo. Ai, trajner, për mua, Stojkovic. Mund të them drejtën, kam shumë respekt për atë, e para punës si lojtar njerë. Sepse lojtar është janë lojtar që plejada, domethënë i sjell në intervistën për shtyp para ndeshjes, ai, domethënë thash njerë, ai e vlerësoi ekipin kombëtar tonin. Flasim do luaj me një kombëtar, e tha, që vjen nga prezantimi në kampionatin evropian. Sigurisht, disa gjëra janë diplomatike, sepse normalisht, por mediat e kanë masakruar fare. Dhe në krahun tjetër, shumë lojtarë të kombëtare serbe, në ndeshje me Letonin, kanë kërkuar dhe ky në mas konferencës shtypit tha që shiko, disa lojtarë tha nuk kanë kondicion fizik. Disa lojtarë që luajnë me ekipit e tyre nuk kanë minutat e duhura, ashtu si shtemi ne që shiko, ne habitemi me Broja nuk i ka ne habitemi me Ysajn për shembull. Jo, më fal pak, habitemi me Ysajn që vjen. Tami, frenojnë çik këtu tani. Ai Broja nuk shikoj shpesh. Ishte aq i dobët sa më laj. Ore çfarë tha Uzuri? A tha Uzuri që duhet të ndihmoja, tha, edhe Hysen tha që i shkoni dy vetëm. Ja, tani lutem. Ai trajneri kur e ka menduar formacion, ai është menduar me ditë.
Pra e ka parë gjendjen e lojtarëve, i ka studiu, ka një staf shumë të mirë, se është pikë e fortë e Silvinjos, i ka stafin shumë. Por çfarë futbolli që Zabaleta është një njeri jashtëzakonshëm që bën lidhjen e trajnerit të parë me ekipin. Ai është një nga ekuilibruesit e skuadrës, sepse ne pak a shumë e njohim si gazetar gjendjen. Janë të darë. Nga ana taktike, kanë detyrat e vet. Njëri punon me fazën sulmuese, njëri punon me fazën mbrojtëse. Ai e fut Brojen, sepse Broja ka momentin. Pra ti ke një lojtar i cili ka moment. Në pjesën e parë, ai mori topin në një moment se do tribloi gjithë mbrojtjen e Serbisë. Dhe po kishte pas një hapësirë të vogël, ai do kishte bërë një gjujtje dhe ai atë gjujtje ka gol drejt për drejt. Në ndeshjen e parë, ja një sekond. Në ndeshjen e parë, ai atë futbollistin e Milanit e xhiroi. Po pikërisht. Zbori asnjë dribling tërë. Po nuk të lën njëri triblosh. Ai nuk hyri për triblim ai. Ai hyri aty që të shfrytëzonte një moment që mund t'i japi ndeshjen, se në fund fare Mane çfarë bëri golin. Po mos sa kisha kap, sa ajo ishte gjujtje e vështirë. Jo, ajo është gjujtje e vështirë, sepse është gjujtje në ajër ajo. Ata që kanë luajtur futboll, fluturim. Shikon, në ajër ajo, nuk është aq e lehtë. Po ai e gjujti, është lojtari mirë e bën. Lojtari nënç atë gol. Ai e bëri atë gol. Ai e lau vetëm atë. Ai vrapoi shumë. Çfarë goli bëri Daku me Polonin? Daku sa u futu me Polonin. Një shoku im tha ore, këtë gol duhet ta bënte Lewandowski që luan ke Bayerni, duhet ta bënte me Polakët. E bëri ky. Domethënë ai mori topin. Po, e rrotulloi mbrojtje. Porta ishte mbrapa. Se pa fare. E ktheu. Kaj, pam, gol, mbylli. Atëherë, mirë po Broja nuk bën dot lloj këtë goli. Më nga Broja mos prit të gol, sepse Broja zone. Ka një gjë. Është e vërtetë ajo që thuaj ti, sepse tifozat po thonë që shiko, ore çfarë po bën. Problemi Brojës, problemi Brojës vjen si rezultat i rrjedhojës, që nga dëmtimi një vit e gjysmë do thuash ti. Nëse më tha njëri, po mirë më tha, ekipi kombëtar tha do presi Brojën sa të rregullohet sa të bëhet. Shiko, tani ka një gjë. Unë nuk e ndryshoj mendimin tim, mund ta kem të gabuar. Nuk e ndryshoj mendimin tim që për mua Broja është një lojtar që për momentin nuk i vjen dot ekipit kombëtar, sepse në ka një lojtar që mund ta tërheqë skuadrën, sepse po ti referohem ndeshjes së Londrës në Wembley, tani sa u fut Broja. Vetëm i gjea foton e përbërjes mos gaboj pas kësaj. Në momentin që futur Broja, është një lojtar shumë vite më përpara, ne i thonim trajnerit të rej Direja që pse nuk luan, ai në 2 ndeshje na ka dhënë 6 pikë. Domethënë është një lojtar me ka ishte edhe shumë po. Tani një gjë kam. Nuk mund ta fusi 52. Në pjesën e dytë, Broja para se të dilte, ai u lodh. Dhe u zëvendësua. Në pjesën e dytë ai pati një shpërthim prapë në krah, që ai ishte gol. Pra ai do ta pasonte, tha, paktën fjalët e tij ishin, unë doja ta pasoja tek Uzuni dhe tek Mana që ishin në zonë. Dhe ishte gol. Ata e krijoi vetë. Ai e krijoi vetë. Ai ka 2 gjëra. Ose ka thënë të vërtetën dhe ka thënë që unë doja ta pasoja, por fusha nuk ishte e mirë dhe çunat e kombëtarës e kanë thënë ndër stërvitje që fusha nuk është e mirë. Edhe futbollistët e Serbisë mbas ne që thanë fusha nuk ishte e mirë. Kjo ishte fjalë e tyre edhe jona. Pra ajo nuk ishte fushë mirë, do nuk ka rritur. I vetmi problemi ishte fusha. Ose ndoshta ai nuk ka qenë vendosur atë kohë do gjuhej apo do. Ajo kështu dukej shumë mirë, ëh. Po, jo, po tash ishte shumë mirë. Po lojtarët e kombëtarës u ankuan për të. Që në servitje. Po le të bëj një pyetje. Dhe Broja gjithmonë e mban një lojtar, ai mban jo një, ai mban 2 lojtarë. Dhe në momentin që doli Broja, ata patën disa minuta që ne na shtyn para, sepse ata nuk kishin më frikë. Sepse duam po Daku nuk ka shpejtësi. Landi, 2 mbrojtësa i shkojnë brapa Brojës. Sigur bëj topin. Rreziku pastaj atyre erdhi nga Arber Hoxha, i cili ditë shpërthej në krah dhe ai ishte rreziku kryesor. Ishte i freskët. Dhe prandaj Nedi Bajrami doli vetëm që ishte i freskët. Si nuk e bëj atë ai. Po pse futbolli kështu është? Po s'ka luajtur. Edhe ai nuk ka luajtur. Po që futbolli si se bëri këtë, si se bëri këtë. Nedi Bajrami e diti ç'bën Vlahović me ato rastet të Juventusit? E di ç'bën? Ç'bën? Ato golat i ka si petulla kështu, si ato petullat. Po ja që e humbi. Po pse si bëri me Shqipërinë? Ja që e humbi, është pra dhe presioni. Tani mos kalojmë në gjërat themi që Nedi Bajrami është lojtari që Silvino do, po unë me çfarë kam parë do më shumë nga të gjithë. Gjithmonë e vlerëson shumë. Ai është lojtar shumë me klasë. Mirë, po ai ka problematikë. Po ai ka probleme, nuk luan. Nuk luan. Po që nga ikja nga Serie A, nga Empoli, që vati ke Rangers, ke Skoci ka ikur, ka shkuar në një kampionat ku gjërat janë shumë herë më ndryshe. Dhe problematika aty tani është shumë e madhe, dhe nuk është Bajrami që kemi pasur në Serie A. Biles është ka humbur dhe mirë, po është një lojtar, po, por që atje s'ka minuta, mirë, po është një lojtar që tani më thuaj pak për Strakosh. Si ishim i vlerësuar? Të flas me sinqeritet, me shumë sinqeritet. Strakoshën unë gjithmonë nga parë me dyshime si një portier i cili ka shumë aspekte pozitive, po që ndonjëherë
ndoshta edhe trembet pak ose e kam parë me ka momente pasigurie. Kthejnë topin mbrapa ata mua unë vëdorën zemër. Por siç duket kaq shumë vite ai edhe tek AEK-u në sezonin e kaluar pati shumë kritika, e lanë në stol tani sepse ai e ndjen, është njëri i ndjeshëm nga ana psikologjike dhe një portier është problem thjesht i ndjeshëm nga ana psikologjike. Si duket ai e ka kaluar momentin e vështirë. Ai kur është qetë nga ana psikologjike është shumë i mirë. Pra Selina, ja ju thuan Selina, ai është 30 vjeçë. Por portierin është moshë që është. Po e pe futbollistin tha, duke ëngër çumçakista ka stres. Absolutisht. Ore, e hoqe, ka iqur Çumçakizin, I thosha Timbiri, ky ka një problem që mban Çumçakizin gojë. Ore, tani kur te Çumçakiz do bëhet. Shiko, siç thonë, se ne tash flasim për futbollin, por s'kemi luajtur futboll. Unë do të them këtë që ajo ekipi jon ishte si një lloj, po themi, strukture, si një lloj pakete. Jo, ti marrim me radhë tani. Hyrsaj, ore çfarë ndodh me këtë Hyrsaj? Po. Si tha ai trajneri Breshjas për iglitarin atëre që gjitha sa më shumë rriten thanë mosha, bien tha. Shiko, vajti në numrin 93 dhe kapi ndeshjet e Loriksanës. Ka barazuar kapitenin. Nesër bën 94. Ai nesër me organizim, po luajti sigurisht vetëm për këtë pak. Sigurisht që numrin besoj që numrin 100 do ta kaloj. Mendoj. Ta kaloj, ë? Dhe më falë, dhe është vërtet për të theksuar sepse ka diçka. Kur flasim për disa lojtarë Landi që Silvinho merr lojtarë, domethënë që nuk luajnë ose që nuk kanë minuta, por që luajnë informacion. Tani, po ti referojmë Hyrsajt, për një kohë të gjatë ai nuk është se ka marrë minuta ke Lazio. Është ai që është, thash herë, 93. Sa vjeç është? Po Hyrsaj është tek topa, do të shumë i madh. Mirë, po 93 ndeshje me ekipin kombëtar, sigurisht është një numër eksperjenca. Ti numërosh? Unë personalisht, për shembull, kur ai ka qenë nga lojtarët që na ka hapur probleme, për shembull në 2 humbje që kemi bërë ne me Izraelin, unë e kam thënë, për shembull që shiko, pavarësisht se çfarë ndodh, se ka një gjë, kur është e zezë do ta thuash e zezë, kur është e kuqe duhet tani kur ne një lojtar me eksperiencë nuk ka një performancë sportive në problem, jo, u në problem. Mirë, po ajo që duhet vlerësuar tani është që edhe si ka mundsi ky ka përzim. Po tani shiko, eksperjenca ka një gjë. Ai është. Por eksperiencë. Edhe ti ke eksperiencë por tani. Po më tash ai mund mos luaj, po ai nuk është se piraki aty tash. Tani duhet ca gjëra do t'i themi se fundja ke Lazio. Ai jeti. Do të them vetëm një fjalë për Hyrsajn. Në rast se Hyrsaj është me këmbë tok, duan thjesht, ai është mund të jetë më i miri kombëtarës. Në momentin që ndoshta i pëlqen pak vetja ose mendojnë që hësë unë nga Lazio ose nga Napoli. Kurse Ajeti është ka një. Ajeti e fut, sepse Ajeti është lojtar që ditë luaj, është mbrojtës qendrë modern, ditë luaj me topin. Jo, kryesorja ditë luaj me topin. Është shumë e rëndësishme të luaj mbrojtës me topin. Domethënë ky nga Ismaili këtë ka plus, se Ismaili është shumë luftarak, shumë në dy luftime shumë i mirë, nuk hap rrugë, është shumë i mirë, nga më të mirët e Serisa ka qenë për sa kohë që ka luajtur futboll atje me Empoli. Por ky është lojtar që luan, ti e fillon lojën nga mbrojtja. Ky luan tani ku luan Ajeti? Loja moderne fillon organizimi, nuk po them nga portieri. Po në ligën e parë, po. Landi nuk po them nga portieri, po të paktën nga qendërmbrojtësi duhet fillojë organizimi lojës. Luan një ekip me Seferin, me Seferin. Pra ky lojtar ka një përvojë të jashtëzakonshme. Ky ka është lojtar. Gjithë lojtarët që vinë nga, me thënë drejtën, të gjithë ata që vinë nga Kosova ose që kanë shumë edukat, kanë një etik profesionale të veçantë. Po me këtej nga Shqipëria s'ke. Jo, ne jemi çik më të hedhur, jeni çik më. Kësaj e di çfarë i thon Landi, kësaj i thon disiplinë sportive. Disiplinë sportive. Gjimshiti. Një gabim e bëri. Ai iku në një moment Pavlović iku. Gjimshiti ka pas Jo, ky Vlahović vështirë, do të them. Edhe Pavlović do të them një batutë. Çfarë? Një batutë ku në ndeshjen e famshme në Beograd kur flamurtari u kualifikua me Partizanin e Beogradit atëherë, mbaroi ndeshja dhe shkojnë në hotel. Hoteli ishte hotel Jugoslavia asaj kohe dhe me ta ishte edhe një shofer transporti që pa ndeshje dhe ishte me këta dhe me tregonte. Sokol kushta tani duke parë ndeshjen tallej me Rapo Tahoni, thoshte, shiko ç'të ka bër Vokri ty më. Edhe ky Rapo me shumë drejtë, ore ti e kupton që Vokri është nga sulmuesit më të mirë të botës në atë kohë, ishte sulmues i madh, e kupton. Çfarë ti bëj unë mbajta ai sa, kështu dhe puna tani ti po lung kundër Mitrovicit, po lung kundër Vlahovićit, ai lojtar shumë të mirë. Ti jep maksimumi, po gjithmonë sulmuesi ka një fraksion e përsijes se do ta e di ku do vi topi, mbrojtësi nuk e di ku do vi topi. Dhe shumë e vështirë që ti si mbrojtës ta kuptosh se ku të shkojë. Plus ai ka një gjë, është lojtar shumë elegant Vlahović. Ai ndoshta është pak mendje madh, është pak karakterin e ka problem. Edhe unë Landi them gjithmonë që nëse ne kemi një lojtar lider, sepse kombëtarja ka nevojë për mua, Gjimshiti është. Edhe pa marrë rolin e kapitenit, tani
luan në një kompeticion, në një kampionat shumë të fortë, në një nga 5 kampionatet pjesëtar para 2 vitesh fitoi një nga kompeticionet më të rëndësishme që pas Champions League në Evropës. Tani është në qendër të vëmendjes. Domethënë, pse them që siç kemi këtë në mbrojtje dhe një lider edhe, ne duhet kemi mbrojtjen atje lart, sepse një brojë me një performancë pozitive dhe te klubet, sepse gjithë problemi i brojës Landi nuk ka atje te klubi fare. Problemi është që ai vjen, më thënë, nga një periudhë që ai nuk është mirë me klubi ku është, se në momentin që është mirë me klubi, edhe me çka klubi thonë Burnley, kupton, janë gjëra. Tani, më thonë diçka shpejt. Mitaj, sa më pëlqen ai mua, sa i mirë. A ka pas Shqipëria ndonjë mbrojtës të majtë si Mitaj? Shiko. Sa Izmiani afrohet, Izmiani ka qenë djathtë. Po jo, flas në krah, në atë stilin që driblus. Mitaj do jetë kapiteni i ardhshëm i Kombëtares. Ai ka karakterin për të qenë kapiten. Në një moment që pati përplasje të vogël në fushë në fillim, ai shkoi edhe e shtyu atë lojtar, jo se e shtyu, po e ndau vetë lojtarin serb, pra e mori ai përsipër që ta zgjidhte situatën. Dhe tek skuadra e tij ku është në Arabinë Saudite ai luan me një lojtar të madh që është Karim Benzema, që është kapiteni i skuadrës. Dhe ata kanë pas, me shumë mundësi kanë pas një përplasje me njëri tjetrin. Po ajo është përplasje karakteresh, personalitesh, sepse kapiteni është kapiteni. Dhe kapiteni mund t'i thotë lojtarit, unë jam i pari këtu. Ky duke qenë tipik shqiptar dhe malsor, ky ka thënë mos pyes pari kush je ti. Po e themi thonjse, se ne nuk e dim çfarë ka thënë. Dhe mediat saudite kanë shkruar shumë, jo një herë, po 2-3 herë që Benzemaja do që ky të largohet nga ekipi. Por ata e kanë marrë se është shumë i mirë. Pra ky ka përplasje me kapitenin dhe me Benzeman. Do të thotë çfarë personalitet i ke. Si ka mundësi që një talent i tillë nuk luan për shkak Serie A? Ai merr 3 milionë euro në muaj atje, në vit, më fal. Shiko, në këto momente, domethënë ai së bashku me menaxherët kanë parë momente sepse tani ana financiare e një futbollisti. Se shikoni Irina Arabia Saudite ata. Po dakord, po dhe 3 milionë euro në sezon. Ai disa merr gjimshiti, ai disa merr gjimshiti në dorë, 800 euro. Sa ata kanë taksa. Ti e ke rrogën 1 milion i gjys, po 700.000 taksa. Atje nuk është. Po sa ti s'ka taksa. 3 milionë ke dhe i merr dorë ti dorë. Qazim Laç. Shiko, Qazim Laç është lojtari i trajnerit, lojtari që jep 100% gjithmonë. Ka marr është. Tani ku luan tani? Atje. Ai sot luan në Turqi, luan në elitën e Turqisë. Po. Shumë u bën këtë në Turqi, ëh? Po, është një lojtar mjaft i mirë, i cili ka qenë shumë i mirë dhe në Çeki kur ishte, ka shkuar në kampionat më të mirë se ç'ishte. Dhe është lojtar shumë luftar. Por në ka një lojtar që ne duhet t'i japim atë që meriton, Julian Sheu. Tani do ta thosha. Ore, ç'ishte ky? Po ky si ka mundsi? Ky luan në Poloni, ëh? Atëherë. Ky luan në elitën polake me Vizevin e Lodz. Produkt i akademisë, me ish ekipin e Bonjë. I akademisë të Internacionalit me trajner Adrian Damon. Lindur nga është? Tirana, po. Aty nga fshatet e Tiranës. Bile nga fshatet e Tiranës. Nga cili fshat, a? Nga cili fshat, po e di që te nga pjesa e IB-s, pjesa e rritur në Yshek, në fushën e Tiranës, kur luani futbolli i Tiranës vallai. Ma ka thënë se ka qenë Dama, ka qenë një nga trajnerët Luan Zengla, Lushku gjithë e njifte dhe ma thënë. Ku luan këtu? Ditën them me Laçin. Me Laçin. Kampionatin shqiptar me Laçin. Ushit, po s'ka lidhje punë, si ishte thënë. Sa vjet që iku nga Tirana? Kupton, ky ka 3 vjet që luan Poloni. 24 vjeç ka i. 25. Luan këtu në Superligë. Po. Atje gjatë ka pasur një dëmtim. Po, e priti. U rikthy nga klubi e priti. Klubi e priti. Më tha një miku im. Po të them ka net gati një vit pa luajtur. Po. Më tha një miku im që në një talent jashtëzakonshëm nuk ka qenë. Rikthimi për punën, rikthimi, dje thash një herë, në momentin që sepse ka një gjë pardje, kur je live në stadium, është ajo që thua ti që, domethënë, i shikon edhe deke frymarrja, domethënë në kuptimin e fjalës, domethënë edhe shef gjithë fushën. Sepse kurse në televizor ti do shohësh atë tip ekran. Sepse ti ta tha bukur blesa do e thoja. Ti e ndjek lojtarin edhe kur nuk e ka topin ai. Edhe se ka i gjë. Lojtari i madh është edhe kur luan pa top. Është si puna portierit, që portierit modern nuk e duan vetëm kur pret. Por unë që merrem atë thon, ore ky portieri luan mirë me këmbë? E tha njëri, po mirë më tha i portier, tha pse do të ore luan mirë me këmbë tha. Si po portieri do të thënë që të mbrojtës apo jo, Julian Sheu, po, në momentin që erdhi në ndeshjen me Andorën, unë e takova personalisht, i tha, pa e takova atje, në gjatë kohës që më thanë që s'është i vogël, s'është 27-28. Dhe i thash bravo, kupton, Tiatin e ja njop shumë mirë, kupton, dhe i thash bravo, ta më faleminderit, kupton, por ka bërë një ndeshje me Andorën, ndeshjen e parë këtu,
A thu se kishte një 10 vjet Landi që luante. Me Serbin ishte lartë. Po jo, mëse shikon, në ndeshja e parë gjithmonë ka emocione. Dakor. Tash shikon, ai ishte lojtar që ka luajtur me kombëtarin U21, domethënë ishte një lojtar. Mirë, po shkëputja, unë po shikoja ndeshjen me Timbiri, thash, ore, sa i dobët pas ka qenë Ramadani më burr. Shiko. Me këtë që po bën ky sot thash. Shiko. Po ai ka edhe parametra të tjerë sepse ai ishte edhe më shtatlart, ka hap. Sa do ta thojë edhe këtë, po tani ka një gjë, në momentin që erdhi, mos harrojmë që i ka zënë vendi Ramadanit, ë? Po. Domethënë tash ti zihen vendi Ramadanit, se Ramadani është lojtari që në Serie A kur luan Lecce, është lojtari me më shumë kilometra në fushë. Po, më shumë kilometra. Domethënë janë lojtarë që kanë frymë, kanë këtë. Por ajo që tha dhe Bledi që shiko, ky është një lojtar që edhe nga ana të paktën nga performanca sportive dhe kur e shikon, vinte ky që unë quaj profesori gjeometrisë deskriptive, Kristian Aslani. Bën ca rombe aty. Edhe marr silolapsin unë njëherë kur luan Aslani ti, unë marr silolapsin dhe i letre, edhe them një lëvizje. 2 lëvizje dhe më dalin 100 rombe. Shiko, Aslani është lojtar që talentin e ka. Shumë inteligjent. Gjithmonë e ka pasur sepse Interi nuk e mori kot. Pavarësisht se mund të mos çash një ekip të madh, sepse varet konkurenca është e madhe, ata që luajnë aty ndoshta ti gjithmonë shifesh si vllai i vogël, jo si vllai i madh. Ore ka dështuar George Hagi në Serie A. Ai ka vetëm një gjë që Aslani ka vetëm një gjë që do luaj Çaranon, glua apo do luaj Aslani. Ndjen pak presionin dhe kur është fanela shumë e rëndë, ndoshta ai ndjen pak presionin. Gjë që për shembull unë besoj se Sheu nuk e ndjen. Jo. Apo Mita nuk e ndjen. Bravo, talentin ai e ka. Pra ai është tamam njeriu që organizon. Po ai ka nevojë për besim rreth parë. Ka nevojë që të luajë vazhdimisht në radhë dytë dhe ka nevojë që në fushë të ketë njerëz që ta mbështesin. Dhe ai ka gjetë një shehu, i cili ka një gjë, shehu është shumë inteligjent. Pra ai është si kompjuter sepse ai e shikon fushën ku duhet të jetë, kush ka nevojë për të. Pra ndërsa Ramadani është shumë luftarak. Ky në radhë parë është shumë i kujdesshëm. Dhe po të shikosh ndërhyrjet që bën, ai ka shumë kujdes ke ndërhyrjet sepse mund të shkaktojë një faull para zone, një gjë. E mori një të verdhë. Po tash i bën. Dhe ajo që është pozitive është që janë disa lojtarë që janë, domethënë, në një formë të tillë që në çdo ndeshje janë njësoj. Ata janë njësoj. Në vërtet. Që punja lojtari mund të ketë edhe një çik ngritje dhe si e parashikon Kristian Aslani me Torino? Kristian Aslani tani shikoj. Ai po luan me Torino. Tani shikon, nëse ka shkuar atje. Se ka shliçuar. Edhe jeni, po mirë se kollaj është, po dalmë se sa ta ambientohet se nuk është ne ta njohin ata. Është kur ti thua sot Asanit apo Nedim Bajramit pse se bën, por nuk ta lën ata që ta bësh. Ata e studiojnë, e dinë. Tani vim çikte Mirto Uzuni që Tami Kona tha, ai ka vrapuar etj. Okej, dakor. Ka harxuar energji, po sigurisht. Një sulmues unë mas, unë e them në mënyrë modeste këtë, sepse unë nuk jam specialist futbolli, nuk jam gazetar sporti. Unë e mas që një sulmues të paktën bën një driblim në një ndeshje. Ky s'bën një driblim. Ore dakord janë. Problemi është që në rolin që kishte, i bën, shiko. Si Seferi. Po më se ma morë nga goja. Atë do thoshe? Po ore, kur tha njëri tha, ore ky Seferi tha, këtë e kanë tani, e kuptoti Seferi? Seferi në kampionat shqiptar numër 9 këtë Tirana. Apo jo. Më i mirë. Atje? Më i mirë ka qenë. Mbroj si djath. Do deke mbroj si djath. Edhe në momentin që trajneri e shikon, ore unë e kuptoj që edhe ai Ken që luan ke Bayerni, që është 9, unë e shikoj që ke Bayerni, ai kthehet mbrapa, edhe e shikoj deke që të mbrojtja. Futbolli modern. Që do të thotë, ky është futbolli. Po pse tani kujton Samuel Eton, Mourinho e bëri mbrojtje. Gjithë problemi ka ikur ajo që shikoj, ri aty përpara, se tudhun e i top gjatë dhe di me rak. Tash futbolli modern ka ndryshuar. Detyra jon ishte që ne të siguronim fitoren. Ne nuk kishim mundësi tjetër, vetëm të merrnim fitoren në një fushë duhet thënë shumë e vështirë. Përballë një skuadre e cila ka më shumë përvojë se ne, dhe që vetveti kanë pas më shumë besim tek vetja se ne, për sukseset që kanë pas edhe në kohën e Jugosllavisë. Pra atë tradita ngelet. Tashti vjen momenti që njerëzit fillojnë të kanë më shumë besim sepse e tregove vetë që mund të fitosh. Dhe mbas ndeshjes, një miku im që jeton aty afër Nishit, që është serb, ekonomist, ai ka qenë me pushimin në Vlorë, ne jemi në Vlorë, kemi ngjet bashkë, është shumë i kënaqur për Shqipërinë edhe thotë më mirë se në Shqipëri s'kam kaluar as i vend tjetër. Nenad e ka emrin Nenad Studovic, në çan mesazh urime për fitoren, e merituar jashtëzakonshme, për fat që s'keni trajner Piksin, që iku pastaj. Si thon ka me 2 vjet. Jo, ai e ka emrin nga Stojkovic, por Piksi ata në kohën e Jugosllavisë, kur jepeshin filmat Tomi dhe Xherri, i shifnin më dhënë. Piksi ishte Xherri.
Pra ky ishte Miu, ai i shkatët, Miu i shkatët që gjithmonë ja hidhet aty tjetër Tomit, e kupton? Dhe ky ishte Pixi. Çertani film. Çertani film. Çertani film i thoshin ata. Çertani film. Dhe ky më çon mesazhin kështu dhe pastaj tha shikoj tha, "Mu duket tha se ju keni marrë një trajner si Otto Rehagel, tha kur Greqia doli kampion e Europës në 2004. Keni luajtur soi tha, pra me shpirt." Dhe Uzuni ishte pjesë e shpirtit. Ti nuk mund të bëje akademi aty. Dhe unë në aeroplan i thash, Uzun, i thash, sa kilometra vrapove, i thash, po. Tha gazetar, tha, ne ishim, unë përvrapoj për Amerikanë, tha, jo mos vrapoj, tha, për kontarë. Se për Amerikanë të vraposhi, se fut ato dolarë. Gjithë problemi ishte që kjo ndeshje, Landi, sigurisht, Silvinho, në më thënë, janë ndeshje që në fund fare duhen fituar, është si punë e derbit, sepse ti përmënde derbin dhe thash njerë, tamam, kjo është derbi balkanik dhe në momenti që ti luan futbol, nuk është se po them në një shpiket madhe, por Silvinho e kishte në kokë edhe nga mënyra dhe me lojtarë që luajti, thash njerë, për mua, zgjedhja Uzunit, mund të ishte edhe zgjedhje tjetër. Zgjedhja Uzunit ishte zgjedhje, sepse e para punës është lojtar që vrapon shumë, edhe është i shpejt. Tani, në base nuk i qelloi që ai... Këzëtoj Uzunit nga formacioni tjetër? Po, shikon, do më thënë në atë krah ka luajtur Asani. Po tani, s'është puna se... Nuk është çështja e Asani, është se Asani ka kaluar nga kampionati korean, kampionatin iranian. Tani është periudha e përshtatjes. Vetëm kur e dëgjon kjo për çesh. Edhe besoj se ai ka shkuar atje edhe ai përpara. Dhe në Iran kanë thënë kështu, mediat e Iranit thonë, fakti që ky lojtar vjen tek ne nga Liga e Karano Igor, kjo është pasurim për Ligën e Iranit, sepse Liga e Koreas së Veriut është më e fortë se sa Liga e Iranit. Dhe ndoshta ai ka nevojë që pastaj është një diçka kur ke shumë alternativa, ti mund të zgjedhësh. Pra ai ka marrë këtë djalin që luan në Angli, për shembull. Për shembull, pse po themi ne që pse s'merr këtë Mehmetin për shembull. Këtë Mehmetin i cili luan në Premier, më thënë një më poshtë se Premier, luan në Championship, fjalë që është një ligë shumë e fortë. Shumë e fortë. Kupton? Tani problemi i Hasanit është një lojtar që disa gjëra ai i bënte në kampionatin shqiptar kur luante me Partizanin, ka bërë gola që sigurisht ne na ndihmoi shumë. Ai ka edhe një herë ka bërë, problemi është që në fazën mbrojtëse, domethënë ai ka problem. Është i puna e saj që tha njëri, tha shiko, ti mund të luash mund të presësh një gol, sepse porteri Chesney që luante ky Juventusi, kur luajti me atë i tha, ore, po ti ka e çove atë golin, sepse ti e di shumë mirë. Dhe i ka dhe të lexueshme tamam të tipit Robeni ke Bayerni nuk bënte asgjë më tepër, lojtar shumë i madh, por ik djathtas, kalon majtas, dhe të tërë e dinin tani dhe Hasanit, se tani problemi është që kundërshtari, domethënë dihet që kur shënon në Ence, dihet ata studiojnë mbrojtësin, studiojnë portierin, sepse sot videoanalizat nuk bëhen nga rezerva tjetër bledi ty, Arber Hoxha, Milindaku, Nedim Barami, Mihaj. Futi 1 minutë ishte thjesht kështu e. Ai është për vonesë lot. Nëse më këto janë Mihaj, ka një fizik shumë mirë. Për shembull, unë Portugali? Në Portugali, unë të vetme gjë që kam thashë, unë kam shumë respekt për Bajramin dhe të them të drejtën nuk e di. Duhet ikë urgjent andaj. Po të paktën sepse ai po e vuan shumë atje, sigurisht ajo është dhe aq më tepër që aty në Skoci dy ekipet më të mira janë Glasgow Rangers dhe Celticu. Tani për ta mbyllur këtë diskutim do flasim për play-offin. Bënte një kalim të madh, domethënë tek Sassuolo nga Empoli, aty nuk arrit dot. Edhe kam përshtypjen që është çështje edhe vazhdimësie. Kush ishte futbollisti më i mirë nga serbët? Shikoj, ne më tepër morëm me lojtarët tonë. Por unë them që portieri e tyre prap priti. I ka pritur domethënë. Portieri që luan në Angli me. Ore mohabiti ky Pavlović, kush e lëtë Milani atë ti ke shumë përpara më. E lë trajneri atë, ja ha veshin. Milani është Milani. Kush e lë atë ti ke ashtu ai merret topin ikën përpara Pavlović. Pastaj thash Serbia në këtë moment është pak më në kaos, domethënë. Ndoshta ai po të jetë një skuadër më të qetë, do jetë më i ekuilibruar. Pyetje, sa i kemi shanse tani? Tani e para punës njerë, Dandi duhet mbarojnë ndeshjet. Se nga ana matematikës, Serbia është në lojë. Po, është në lojë. Atëherë ne duhet fitojmë Andorra? Jo, ne ndeshjet tona i kemi, do thënë, ne me Serbinë i mbaruan punët. Po, tani me Andorrën pra? Të lutem, kemi bërë hapin falë, sepse nëse do kishim bërë hapin falë, edhe ana matematike do ishte lojë. Tani jemi 4 pikë para Serbisë. Ne kemi 2 ndeshje, ata kanë 3. Ne se fitojnë ata. Ore, kam 3, ne kemi 2 ndeshjet. Ku të 3, ku të 2 kemi një ndeshje me Anglinë. Që ata e kanë në Londër, ne kemi Tiranë. Për fat ata e kanë para nesh. Ata
një ditë, një ndeshje para nesh, kur do të thënë, ne mbyllim e kemi filluar në Wembley dhe mbarojmë në Tiranë me Anglinë. Tani problemi është që një fitore që po luajnë futboll, një fitore atyre në Londër, në Wembley, përfundimisht tërë ato muhabetet që po bëjmë. Ore, tërë këto muhabetet që po bëjmë ne dalin. Na e dherë komplet. Po, direkt. Po kupton më? Atëherë si janë gjasat? Tani gjasat janë që ata të rrifen prapë në Angli. Gjasat janë që rezultati sado pozitiv të jetë ata edhe në i barazim mund ta marrin. Bie fjala. Me këtë prapë nuk na prish punë Brazil. Po ne s'na prish punë, sepse bëjmë me pikë barabarta dhe me ndeshje direkte ne kemi marrë 4 pikë. Kështu që ne herë para punës nuk duhet bëhemi euforik, duhet presim të mbarojnë ndeshje, sepse fatikisht edhe një muaj mbarojnë to, dhjetori, nëntori, domethënë në 2 javë nëndorë. Ne kemi në Andorra dhe ne kemi Andorra, presim atë. Tani me Andorrën si duhet dalin? Me Andorrën. Po tash çfarë diskutojmë ne me Andorrën? Tash diskutojmë me Andorrën. Tani ne po diskutojmë që mirë, po çfarë ndodh, sepse shtrohet pyetja pasaj që ajo 16-ja. Janë 12 ekipet e vendeve të dyta. Shtohen dhe 4 vende nga lista e kombeve. Unë se di që ishin 2 ndeshje. Si, janë 2 ndeshje për shkak 2 ekipe. 2 ekipe. Jo 2 ndeshje, 4 ndeshje. Jo 2 ndeshje. 2 Se janë eliminim direkt. Ja me një ndeshje. Është me një ndeshje. Jo vetë ardhi. Jo, s'ka vetë ardhi. Oho. Në një fushë vetë. Kjo është më mirë? Që do të thotë. Ku do luhet? Këtu apo atje? Varet nga vaza. Caktohet. Shikoj, ne për momentin jemi në vazën e 3. Po. Në këtë moment. Në rast se do të ndodhi, po në rast se mbyllen kështu. Jemi në një vazë me Kosovën, në vazën e 3. Tash në rast se neve mund ndodhi që Maqedonia për shembull ta humbi liderin e grupit, se është përpara Belgjikës. Mund dalë ka Belgjika përpara dhe Maqedonia në vend dytë, ne dalim vazën e dytë. Në rast se dalim vazën e dytë, ne e luajmë ndeshjen e parë në fushën tonë. Sepse ekipi vazës parë dhe vazës dytë, nga që janë më lartë në renditje, e kanë këtë avantazh. Do të thënë ka dalë tani situata që duhet bëjmë tifo me Belgjikën, që të dali Belgjika vetë parë dhe jo. Kjo na intereson. Kjo është formula, që ne dalim në vazë tjetër. Tani, megjithatë janë 2 ndeshje me një do idet short i lirë, por jashtohet vetëm ato që dijen me fjalë. Kosova është short i lirë dhe shorti po por ne për momentin jemi në një vazë. Po nëse ne mund luajmë Kosovën. Po tani do luajmë Kosovën me Kjeti. Tani, me këtë Po jo, tamam, pse? Po bën këtë me Kosovën do jem. Ne do jemi me Shqipërinë. Po ti do jesh? Ne do jemi me Barbëreshët e Italisë. Jo, po me kinezët. Gjithë problemi është. Po, prit, se më iku një pyetje. Ne do jemi me të dyja me. Tani dëgjova një gazetar kosovar. Ne do jemi me të dyja. Që tha me Serbin tha, kombëtarja e Shqipërisë fiton tha, po të kishte tha, po të ketë tha, se s'kishte bërë ndeshja, sa më shumë kosovar tha. Këta të Shqipërisë nuk bëjnë dot gola tha. E krahasoi Aslani, e gjyti Rejmani. Ta njerëz ekzistojnë nga 2 anët e kufirit, që praktikisht nuk ekziston mes nesh, se ti mund të shkosh në Kosovë fare lirshëm bile pa dokument fare, edhe mund vinë ata këtu. Gjithmonë ka për të pas njerëz tillë që do kenë një lloj paragjykimi. Po gjykimi këta sigurisht tifozë të Serbisë. Por e vërteta është që një pjesë e madhe e tifozëve të Kosovës vazhdojnë ta përkrajnë ekipin kombëtar të Shqipërisë. Sot fal rrjeteve sociale njerëzit bëhen të famshëm duke hedhur, duke thënë gjëra, domethënë që për shembull ne e dim, ne shumë mirë na bëhet qefi që Kosova është shtet, sepse po mos ishte shtet, nuk do ishte mbete. Kupton? Do ishte akoma me Serbinë. Do bashkohet një ditë me Shqipërinë, as do bashkohet, sigurisht të e din këtë për mua, një ditë, sigurisht do bashkohet, unë kështu e mendoj. Jo do bashkohet, po gjithë Ballkani do jetë pa kufi fare, për shumë vjet edhe ti do jesh, edhe serbët binë rehat me hallet e veta, edhe ne të bimë rehat me hallet tona. Në Bashkimin Evropian. Po patjetër. Më fal. Ti po flet kështu si presidenti i Bashkimit Evropian. Nuk flas presidenti. Jo, do bashko, a do jemi një shtet ne dhe Kosova. O Landi, vendimet për shtetet e vogla i marrin fuqitë e mëdha. Gjithë jetën i marrin fuqitë e mëdha. Edhe për Kosovën, ata njerëz që kanë qenë atje kanë luftuar dhe kanë dhënë gjakun dhe mirë kanë bërë, sa ashtu duhet bërë, por vendimin fufare e merr. Ledi, disi tha Gjo Dioguardi, ish kongresmeni amerikan me origjinë shqiptare, kur intervistova në vitin 2001, i thashë do bashkohet Shqipëria me Kosovën. Por e tha, kanë një port ti thënë Shqipëri tha që kanë programin e saj bashkimin e Shqipërisë me Kosovën? Ngela unë, jo i thashë. E po me vazhdo rrini ju, tha.
Do të kështu që po se deshëm ne. Është një domethënë një ditë bukur kur mbaroi lufta, e ndan shtëpinë e Gjermanisë perëndimore me lindore, e ndan kështu domethënë pallati gjysma ishte në ande dhe një ditë bukur, mirë po ne kishim parë ndarje. Kupton, unë atë ndarje kisha parë për shkakun kur kam shkuar mbas 90-s në Kipro, aty kisha parë që deri këtu ishte kjo, deri këtu ishte kjo, një shtëpi ishte këtu dhe gjysma ishte në Kiprën turke, gjysma ishte në Kiprën greke. Domethënë tash i quajtur. Ama erdhi një ditë që të dyja Gjermanit, domethënë që ishte kulmi, kupton? Tani do bashkohen as do bashkohen, por ne po flasim për situatën. Kemi foto tjetër, duhet kemi, në mos gaboj, për ta diskutuar. Presim pak sekonda sa të bëhet gati. Ky është renditja. Lutem full screen që ta komentojnë se kam vënë fushë të bardhë. Ne do ishim 15 tam, ja? Me ato 13. Ore 2 pikë në Letoni dhe 2 pikë 13. Po mirë, ne me Serbinë e mbyllim muhabeti, 4 pikë mirë kemi me Serbinë. Po pra, edhe me Serbinë po të kisha bërë mandej penalltin. Po mirë. Me logjik jemi në objektivin tonë, domethënë kemi bërë hap falës në Letoni. Por kemi marrë, domethënë, e di kush ishte objektivi jon? Ne të vëmë poshtë Serbinë. Me Serbinë jemi der presidenti 4 pikë kemi marrë. Tani ti merrim 6. Jo po ti merrim 27. Tani 6 pikë, 4 pikë ja morëm. Tani po vajti Serbia dhe fitoi në Londër, tash çfarë ti themi ne? Na prish të hedhë herë Po del Serbia. Po atëherë do luajmë, ne do fitojmë me Anglinë këtu. Pastaj i bie që të marrim në barazim këtu. Finale me. Çdo të mundemi ne me Anglinë. Ajo është, mos rrifemi. Ne nuk do të rrifemi, nuk do të rrifemi. Domethënë deri tani kemi vetëm një humbje, në Londër. Vetëm Londër. Po mirë, është foto tjetër. Tani kjo u bë virale. Tani më shpjegonin çik këtë tani për çfarë mori të verdhën mënej. Përgjithësi. Sepse nuk lejon UEFA. Sepse ka një gjë. Shqiponja herë e para punës herë nuk është ndonjë simbol, sepse po bën jo, më fal më jo, po shqiponjë po bën Ronaldo, bën gol dhe bën shqiponjën. Ronaldo më. Tani shqiponja është simboli jon. Po. Tani deri këtu s'ka asgjë. Mirë po, në ndeshje të këtij kalibri, ku Serbia çdo shqipojnë e quan provokacia, sepse Serbia, po problemi i madh. Mos bëjmë shqipojnë për vendin tim. Po mirë. Këtu tani, kam mik, kam koleg, kam. Po pse unë nuk jam kundër kësaj. Jo, ti po shpjegon atë arsyetimin e tyre. Ore, unë po them ka marrëveshje. Domethënë bile edhe UEFA dhe FIFA janë brenda sepse e para punës tjerë ata duan që një ndeshje të ketë një mbarvajtje sa më të mirë. Okej, në rregull. Dhe mos më lejon të bëj këtë? Unë, po pse, çfarë mendon ti se unë thash që jam kundra që ai të bëjë shqiponjë? Ata them unë, jo ti, jo. Ore, ata mendojnë që kur të bëjnë sepse ka gjë, ai miq që bëri shqiponjën, por në momentin që erdhi, këta po pasë, këtu po pasë. Po tani aty fusha aq është. Ishte bledi? Ajo, e di si është punë, në momentin që ai shënoi, pra porta ishte e tillë, pra ai do vinte këtej nga stoli jon, po përpara do kalonte ke. Përpara ishte stoli Serbisë. Tani vajtja ndej me tendencë. Jo, ai ka pas tendencë besoj unë fare për. Po jo më apo. Por ai kaloi aty. Po si bilet. Ata që janë stol nuk e dinë nëse ai e bëri me tendencë apo jo. Se ti nuk e gjen dot. Unë besoj që ai nuk e ka bërë me tendencë. Se arbitri. Se ka një peticion në Angli, e di ti? Është shqiptar të Anglisë? Landi, bëhet goli këtu. Po. Përball ai erdhi kështu. Kishte Serbin këtu, Shqipëri këtu. Bëri një hark. Tani, ai i bite që të vite këte edhe të shkote këtu, ai sigurisht që u bë goli vajti këtu. Por në momentin që afrohesh, gjërat e di si kanë filluar, për i gjë fare të vogël. Se funja edhe ata njerëz janë. Dakor, kjo. Që do të thotë, në momentin që unë si Tami, ekipi im humb, edhe mua më vjen Golçenusi me shqiponjën, me këtë, tani... Qëtë provokim, okej. Po, qëtë provokim, tani unë këtë si qëtë, po... A është e verdha bledi, po të pyes direkt, vetëm për që ka bërë shqiponjën, se i mund të kishte tifuzat shqiptarët? Shiko, është UEFA dhe FIFA duan që futbollin ta kenë futboll. Pjesët kombëtare, nacionalistët i themi si dumne. Ata duan t'i lënë jashtë stadiumit. Edhe shumë simbolet të ndryshme, ata nuk i kanë lejuar të hyjnë. Kujt i kanë ndaluar kështu? Si kanë ndaluar Serbia skujt? Jo, ndalohen ata. Kujt i kanë ndaluar? Ndalohen pra. Një shtetas italian u ndaluan kufi sepse kishte bluzën e UÇK-s në çantë. Ndalohen. Ore, kilit kombëtare është ndaluar një simbol po thonë. Or valla, unë po them ata kanë qenë tifozët serb, kanë qenë në Letoni për kampionatin evropian.
Bile edhe për ndeshjen që lutën, që fituan 1-0 me fat në fund fare, ishte shtylla, dhe ata nuk i kanë lënë të hyjnë me flamurin dhe me bluzën e Serbisë. Ka pamje filmike, video. Sem për futbollistët, unë flas për tifozët. Nuk lejon bëni simbol. O Bledi, cilit futbollist kur marrosh ndeshjen Holandi, kur marrosh ndeshjen bëj çat dush. Ndomën e zveshësh, bëj si të kesh qef. Ai thot në fush nuk kam qef për gjëra të tilla sepse provokimi ndodh për një gjë fare të vogël. Mund ndodhi për gjëra. Ai e ka marrë një gjë standarde. Pra edhe ai servis nuk duhet të bëjë një me tregishta, do marrë të verdhën për atë me tregishta, që është një lloj simboli jo i flamurit, po është simboli i vetit, e kanë vetin. Po unë nuk e di a ka ndodhur, po ata ja vënë. Po ja vënë. Po si ka ndodhur pra? Po si më nuk, shiko, Serbia ka paguar 700.000 euro gjop për 4 vjet. 700.000 euro gjop për 4 vjet. Ata e falën diçka tash, i lanë ta tifozët, ndoshta mund të heqin fare tifozët. Mund të ishte marrë një mas më tashpër. Kjo ishte po e vërtetë, që ata lobojnë, kanë ata lobimet e veta. Fare kur erdhi dënimi i Serbisë 3-0, ju e peshon mirë UEFA e mbajti krahun e tyre në atë kohë apo jo. Platini e mbajti krahun e tyre. Kurse Kasi pastaj e ndryshoi, pra edhe këtu janë çështje lobimesh, e kupton. UEFA i arriti të lobojë që mos Çdo futbollist. Më fal, dënimi tani ishte i përkëdhelur, ishte nga 50% shkoi 20%. Nuk është se kishte një dënim. Çdo futbollist do bëj shqipojën, do marrë të verdh? Unë besoj që ata duhet të jenë të kujdesshëm. Tani, është bërë një peticion dhe po firmoset me shqiptarët e Londrës po e para. Fare garanci goli Dandi Sesa, pastaj ore për një shqipoj mund ta marrësh të verdhë, s'është një problem i madh, kupton. Po jo, mund të kesh të verdhë tjetër ti këndesha pse? Po mirë, ke parasysh vetat putesh. Po pse kur heqin fanelën, a marrin të verdhën? Ata japin të verdhë kur heqin fanelën. Jepet të verdhë kur heq fanelën. Po japin të verdhë. Po UEFA-s peticion për këtë, sepse është simboli i kombit. Ata është drejta vetë ta çojnë atë peticion. Ti do firmosesh? Po si shqiptarë do ta firmos, është çat keti ka ta firmos. Si shqiptarë po t'ia heqin si anglez. Po t'ia heqin do e firmos. Po t'ia heqin më dëm. Tani, kemi foto tjetër? Po, kemi foto tjetër? Mitrovic u gdhi të shtunën me muralen e Rejmanajt. Pas kanë bërë shpejt, normal, ka bërë direkt. Ai kanë pas gati. U gdhin mëngjes po. E kanë pas gati, e kanë ditur. Jo, atë shikoj më vjen shumë mirë për Manajn sepse pati shumë sulme edhe të pafaqshme, se tifozët janë tifozë. Më e bukur ishte ajo që kishte bukur lista e votimit, ajo ishte më e bukur. Edhe ata ai e ka vujt shumë besoj në atë dhe besoj se është meritë Silvinjo që e ka mbajtur afër lojtarin. Fare unë e them kështu, unë kam qenë duke e parë në televizion ndeshjen. Nuk kam qenë stadium, kam qenë kolegu im Nertan Prifti dhe në momentin që do e gjunde penaltin, kam thënë që ky do ta humbi penaltin. Pse? Asnjë nuk e di nëse humba apo penaltin, se penaltin mund ta bësh edhe mund ta humbësh se 7 metra raport është. Por sepse Mana është pak emocional si lojtar. Edhe në një moment po të morën emocionet. Po të morën emocionet, atëherë ti edhe mund ta humbësh. Kurse ai është lojtar i tillë që mund bëj gola të vështirë nga goditja e dënimit, nga jashtë zone, i ka Mana ato. Domethënë edhe me kokë ka bërë gola në Turqi shumë bukur, ëh. Por një moment emocional ndoshta ai është duhet të jetë çik pak i qetë. Kjo është një ideja. Dhe lojtarë si Bajrami apo si Asani ose si Aslani janë një çik më të qetë ndoshta. Po më bëhet shumë qefi për të sepse ai e meriton. Ka dhënë shumë për ekipin kombëtar. Është nga lojtarët më të talentuar që ka pas ky brez, duhet thënë, për gabimet vetat ai u largua nga Interi sepse ishte shpresë e Interit. Ishte me ekipin e shpresave të Interit. Ka fituar kupën Primavera që thon ata, e ka qenë protagonist. Jo, e ka fituar, ka bërë 2 gola. Domethënë dhe fund fare ndoshta mosha e re, i lloj karakterit çik kështu, domethënë e ka bërë që të humbi disa vjet karrierë. Tani unë e shoh që ai është në formë shumë mirë. Shumë mirë. Foto tjetër? Besoj kjo duhet të jetë e fundit. Full screen, të lutem. Ky është dëbimi tani i shqiptarëve nga Leskovaci, nga Nishi, nga gjithë. Shiko, me kuçe me maç kur thonë shpreha, ja, shqiptarët i hoqën dhe e populluan me serb. Dhe ju keni parë vetëm serb aty. Ore gjodhi banor aty. Kapi shqip. Nuk aty mund të ketë, edhe mund të ketë, po ndoshta një pakicë, edhe nuk kanë dashur ndoshta të ndihen në atë moment. Edhe mund të ketë. Serbit jugut kanë, Preshev ka shqiptar plot. Unë di të them, në Vranj ka. Jo, Presheva do të di, po ty është asimiluar. Unë kam asimiluar, larguar. Dola në qendër. Larguar, jo asimiluar, larguar. Jo, edhe asimiluar. Dola në qendër, dola të shtunën, më fal, të premten e darke, më erën ta kushurinë të Erbin Bakut që na çuan në një lokal. Kam dalë ditën e shtunë para dite, po thujse për ta parë qytetin, ëh, qyteti, më s'kishte po çfarë me një bulevard, një kështu, kupton, nuk di të them tash, thashë ishte era parë. Po periferia afër stadiumit ishte lënë bazdore. Nuk dija çfarë të thoja, kupton, dhe kur kam shkuar ke Çenxhi, thyeva një 150 euro për t'i bërë dinar, sepse ata pranonin vetëm lekë të tyre. Dinar, ha? Jo, me shishe ujë se blihet do ti thoshe natë, jo, kështu të bëj fjalë.
Fare. Unë theva eurot për të marrë kartën e telefonit. Dhe në momenti mirë për na u dha porosia që atë më shifin dhe pasaportën duhet ta mbani me vete në çdo moment. Nuk ka rëndësi të duket, po duhet ta keni me vete. Edhe unë kisha vënë këtu dhe kisha xhupin. Kur vajta ke change e kisha afër atje, i thash atij, kupton? Ai si duket unë se ai flet serbokratisht, kurse unë nuk flas anglisht. Më tha mua, da të kemi, tha. Thash unë gazetar, tha keni ardhur për ndeshjen, po tha. Tha se ju gazetar tha I dini, tha se ç'a dimi thash. Tha si e parashikon. Po thash unë barazim në Shqipëri, barazim dhe këtu, I thash ç'a ti thosha unë që fiton Shqipëria. Tha ai më tha, u tregu shumë ashtu, tha. Nuk e di, tha, nuk jam shumë të kështu, tha, po pavarësisht se me kombëtaren, tha, po nuk jemi shumë, tha, nuk jemi shumë mirë, tha. Sepse I referoheshin humbjes 5-0 me Anglinë. Edhe normalisht ishte një humbje që kupton. I thash unë barazim. Ai nuk edhe mund fitoj, tha, Serbia, tha, po nuk jemi. Kupton, do që do të thotë ditën e Shtunlandi, aty nuk u merrte vesh se kishte ndeshje apo se s'kishte ndeshje. Fare. Zero, do të thonë ishte një qetësi dhe kishte edhe një gjë tjetër që në mbasditë më duket ishte një protest në tërë për punë zgjedhjeve në Kosovë, nuk e di, organizimi, kupton, edhe unë thash, ore, çuditësi I kanë lënë këtu. Kupton, Sedat Bajaziti, një trajner nga Luigina Preshevës, që ishte aty, erdhi që ande, udhtoi që aty nga Bujanovci, erdhi aty, kupton, dhe aty I kishin thënë, disa miqtë e tij që janë serb aty, që hajde t'i japim, tha, jo, tha thënë, nuk dua, tha, se duke qenë se kam biletën personale, tha, do ma jepni ju, tha, do shkoj, tha, ta. Ndalojnë ata, se duhet të jetë me emrin, bileta, me emrin. Ajo që dua të theksoj ishte një qetësi që nuk u merrte vesh se kishte ndeshje, të paktën për ne, sepse ai se ka ndier se ishte në atje, po unë edhe unë kudo ne shkuam në dyqane, donin të merrnim kartë telefonike serbe me internet për ta përdorur për kamerën për lidhje. Pastaj u detyruam punu me Wi-Fi se ajo duhet regjistru karta, nuk arritet ta regjistroni. Megjithatë ne e blem. Dhe është kjo që thot Tami që në këto pikat e benzinës të karburantit shiten me këto karta dhe ne pam 2 pika karburanti për ta blerë. Dhe ata thonë të lutem thyej eurot, bëj dinar dhe hajde. Unë I thash, jemi nga Shqipëria, okej, në rregull. Landi për marrë shishe ujë, në market. Gjetëm bilet, para se të bëj stërvitje kombëtare se exchange-i ishte mbyll. Dhe mbrapa na thanë janë 3 kioska më andej dhe mund t'i gjesh atje. Pastaj mbasi kur ishte stërvitja, mas konferencës, pra unë dola bashkë me kameramanin tim, vajtëm dhe për të shkuar, pastaj ishte një dyqan aty dhe më tha, sa euro do thysh, më tha 50 ditë. Hajde se t'i jap unë ta dinarët. Edhe bile unë mora ca dhe do hikem, po prit për se këtë marrë dhe ca lektire dhe më majtë, dhe jo, meri, Kemi ardhur në fund të emisionit, ju nuk e merrni me mend se ky emision duke qenë kryesisht vetëm politik, se sa I kënaqur jam unë kur bëj një temë nga sporti, veçanërisht nga futbolli. Edhe kur është e thirrur për masave, Landi, se ka të bëj shumë e për masat, edhe ka një gjë që edhe ne për shembull ndihemi mirë, shiko, unë ndihem më mirë ose më mirë një gazetar sportiv si unë si Bledi e kam në kollaj kur ekipi nuk shkon mirë, edhe të mundohemi për të gjetur një gjë, pavarësisht se me ekipin kombëtar duhet të jesh pak I kujdesshëm, sepse në kuptimin që do të thotë që shiko, kombëtarja shkon mirë. Nuk shkon mirë, gjithmonë duhet mbështetur. Kombëtarja duhet mbështetur. Kombëtarja si Shqipëria. Duhet mbështetur dhe ne nuk duhet të nxjerrim vrerë dhe për të thënë, por që do merremi me trajnerin, sigurisht në momentin kur kombëtarja ecet mirë, ne do merremi me trajnerin, se punë me këtë merrem. Merrem me Tosin, me punëtorin. Ka një kuqe, ka një huqe dhe trajnerit gjithë kanë gabimet e veta, çështja është bëjnë sa më pa gabim. Me këtë ndeshje Silvinho na I mbylli gojën tërë. Unë them që kur shkom në Europian me Silvinho, unë do ta mbaja aq sa ishte kontrata, pastaj ja Relumonov tani ardhi në nevojë, normal do tani nevojë, po vajtëm në Europian. E vetmja gjë që mund të vi Silvinhos I vjen vetëm nga Anglia, nga ne Shqipëria nuk është nga ato vende landi që është kualifikuar shumë shpesh në Europiane. Pra ne në botror ne kemi Debiazi është një trajner I madh sepse shkoi në Europian me Shqipërinë, Silvinho shkoi në Europian me Shqipërinë, do ketë ndoshta meritën që shkoi edhe në botror me Shqipërinë, do jeti vetmi. Shpresojmë që ta bëjë. Tani ti thot trajneri tuaj aty Gjermani që është atje që po keni mendje ma thuaj që në fillim. Bledi, faleminderit që ishe në emision. Faleminderit Landi për Tami, faleminderit që ishe në emision. Landi dhe bi me shumë kënaqësi. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni I për sot nga Ura Lanqa Foku, mirupafshim.